Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Përpara se të fillojmë emisionin që kemi përgatitur në sotme, me që përfitoj nga rasti me që zonjën Lala e kam në studio, unë do të bëj një pyetje dhe ti institucionet e drejtësisë dhe të policisë i frekuenton vazhdimisht. Pronari i televizionit MCN TV, Endri Meksi, ka bërë një kazëzim në polici dhe në prokurori për një kërcënim serios të ndodhur brenda ambienteve të televizionit. Ka ndonjë përgjigje për këtë gjë ajo? Mirëmbrëma, zoti Rakipi, është e vërtetë që zoti Meksi ka bërë një kallëzim penal, fillimisht në polici dhe më pas në prokurori. Ai ka pretenduar për një kërcënim të mundshëm ndaj tij në ambientet e televizionit, ku sigurisht ushtrojnë profesionin e tyre gazetarë dhe profesionistë të tjerë. Kështu që në këtë aspekt unë mendoj që heshtja institucionale është shqetësuese dhe pretendimet e zotit Meksi, por edhe të punonjësve të tjerë, siç mund të jenë që nga montazhierët, gazetarët e tjerë, do duhet të merren shumë seriozisht nga institucionet e drejtësisë, do duhet që, dhe këtë gjë e kam thënë në të gjitha rastet, cili do qoftë personi që ka bërë kallëzimin, do duhet që të ketë një reagim të shpejt institucional, që nga marrja në pyetje e personave të cilët mund të kenë DNI, që nga marrja dhe sekuestrimi i pamjeve filmike, që nga kthyrja e qelizave të telefonit dhe veprime tjera hetimore, që mendoj që në secilin rast, përfshirë dhe në rastin konkret, i shërben të vërtetës. Heshtja institucionale në fakt nuk duhet të jetë një opsion, por do duhet të jetë alarmuese për secilin rast, sepse ne shpesh i kemi relativizuar ngjarjet dhe rastet, dhe të nesërme na ka ndodhur që ka ndodhur histori edhe më të rënda, për shkak se institucionet nuk e kanë marrë seriozisht një çështje dhe nuk kanë vepruar në kohë. Avokat, rastisht jemi dhe bashkë, se ti ke qenë prokuror, të pyes si ish prokuror, prokuroria në këtë rast çfarë bën? Kur paraqitet një kallëzim penal nga një shtetas, patjetër që prokuroria ka 15 ditë afat të verifikoja kemi të bëjmë me vepër penale apo jo, regjistron procedimin dhe sigurisht me urgjencë para tjetë të tëra të dhënat e saj për sa i përket veprës penale dhe mënyrën se si do të kryen hetimet nga policia gjyqësore. Sa më shpejt të kryen verifikimet, aq më të mira i gjen provat, aq më objektive i gjen provat, aq më afër jetë vërtetës. Presim që policia dhe prokuroria ta zgjidhë të problem dhe të të një përgjigje. Çfarë ka ndodhur realisht? Se nuk ka dhe kuptim. Përgjigje vetme është në rast se kallëzon dikush që mund të është, po themi, një person që ka diçka në dorë, ka një media në dorë, ka një status, një rol në shoqëri, edhe zvarritet një kallëzim i tillë, mendo se çheqin qytetarët e thjeshtë që mund bëjnë një kallëzim të ndryshëm. Domos kur është një kallëzim për kërcënim. Qartë. Ka kallëzime. Kallëzimi pasaj se për çfarë vepre është mund të jetë dhe më tej. Jo, mund të jetë dhe më tej, prokuroria e person. Unë si qytetar perceptoj që është kërcënim. Prokuroria mund ta vlerësoj që mund të jetë dhe më tej, mund të jetë dhe më thellë, mund të jetë dhe më lehtë. Po. Faleminderit, presim të urojmë që prokuroria dhe policia ta zgjidhë problem se nuk po zgjidhen luftra dhe gjëra të tjera të rëndësishme të ndodha dhe jo gjëra që ndodhin në gjëra të tilla. Sidomos kur hyn media në mes, do të qofshin pretendimet e zotit Meksi, institucionet e drejtësisë shqiptare duhet t'u japin përgjigje. Qoftë edhe për ju si gazetarë që ushtronin profesionin këtu, duhet dini të vërtetën. Pse janë këto pretendime dhe prandaj duhet ketë një hetim të plotë dhe të gjithanshëm. Nderuar teleshikues, kalojmë me idenë që do të ketë një përgjigje sa më të shpejtë për këtë gjë që ne folëm deri në këto minuta, kalojmë në emisionin për mbrëmjen e sotme. Në pjesën e parë të këtij emisioni, ne do të flasim për disa çështje që lidhen me drejtësinë. Sot është mbledhur gjykata e lartë për të riparë praktikën për masën e sigurisë arrest me burg. Për të thënë të vërtetën, ne kemi thënë vazhdimisht në studion tonë, shumë njerëz në Shqipëri kalben në paraburgim. Përpara se të shkojnë në burgim, avokat, kalben në paraburgim. Do të rëndom, edhe për gjëra fare të rëndomta. Dhe ju e shtruat gabim, se ky është thelbi. Para se të shkojnë paraburgim, shkojnë burgim. Kush tha që duhet shkojnë burgim një? Po kur i çonë në paraburgim, patjetër rezultati në burg. Këtë sot është mbledhur pra gjykata e lartë, këshilli Kolegjet e Bashkuara. Kolegjet e Bashkuara, jam mbledhur kolegjet e Bashkuara, fjalë e madhe. Janë të gjithë antarët e gjykatës së lartë, pra dalin të gjithë antarët e gjykatës së lartë dhe marrin përshurtim kolegjet e Bashkuara. Kolegjet e Bashkuara, pra janë mbledhur kolegjet e Bashkuara. Dhe vendosin unifikimin e praktikës. Kanë biseduar gjëra gjatë dhe Klod Lajë na shpjegoi se çfarë janë bisedimet e tyre, që folën sot,
nuk kanë marrë një vendim nga Sekretaria e Gjykatës redaktorit tonë, Zotit Rozhani, kërredaktorit, i thanë, i konsideruan që do të jepnin një datë nuk e kanë të në akoma, Klodë. Kanë afat një muaj. Kanë afat një Por muaj, besoj dhe që për shkak të rëndësishme. vazhdojnë, kjo se paraburgim ata vetë nuk janë paraburgosur. Pra, Mbaroj vendimi e dolën gjithë. do ketë një vendim më pas. Pra, nisma që ka ndërmarrë Sokol Sadushi duket që ka për qëllim lirimin e të burgosurve. Ka një ide, sidomos të opozitës, dhe doli opozita me shumë forcë, tha që Sokol Sadushi, thoshte, dhe Berin Këlliqin pashu në një moment, thoshte, është pionier për lirimin e i Kryetarët Bashkisë, ose Kryetarët Bashkisë, sa ishtë në detyrë, Erion Velis. Pra, është akuza që kryetari i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi ka për qëllim lirimin e të burgosurve VIP, Erion Veli në krye, dhe jo të fakirëve të shkretë që si që thamë janë kalbur në paraburgim, dhe askush nuk është kujtuar për ta. Ka vite të tëra që nuk është kjo ka që nga viti 2011, apo ja? Edhe më parë. Më përpara. Për këtë do të diskutojmë pra pjesën e parë. Po në këtë pjesën do të flasim për një proces mjaft çuditshëm, nderuar të shikues, çuditshëm shumë preç. Erion Veliaj ka hedhur një gjyq prokurorin, që prokurori që prokuron Orsdadon, dhe më shumë veten e gjyqet e Orsdados ky, Erion Veliu, dhe në të vete nuk vete. Nuk shkel aty. Vete vetëm të kjo Orsdados, si kur tani Orsdadua tani të themi të vërtetën, që të kishte bururinë e madhe Orsdadua që të merte ta ketë arrestuar, të ketë futur duar të Erion Veliu Orsdadua, kjo është pak e habitshme, ja kupton. Në një gjithë do diskutojmë dhe për këtë problem, ndoshta ka të drejtë edhe Erion Veliu. Pra, thamë që më shumë lufton me gjyqi me prokurorin, Erion Veliu, se sa të gjyqi vetë, që është halli madh koke. Do të diskutojmë edhe diçka për në këtë pjesë për dritë jetë e projektit Smart City, ku gjithë Shqipëria do të mbulohet me kamera, mbulimi madh me kamera bushat, dhe do ketë Big Brother të madh. Do ketë Big Brother në të gjithë vendin. Ishtë shumë i madh Big Brother, se ti po habite shore. Ti po bën si kamerë tani, dhe po më habite mua dhe po më bën për qeshër. Në pjesën e dytë do të flasim për luftën në Iran, në pushimin e saj etj, se po redaktorët dhe njerëzit e tjetër në lajmërojnë nëse Trumpi jep në një urdhër tjetër brenda kohës emisionit, nëse prishet paqja. Tani për pjesën e parë, Klodiana Lala, faleminderit shumë, Eugen Beci, Pres Zoga, Andi Bushati, shumë faleminderit. Faleminderit. Të gjithë kundër paraburgimit, tani. Kreu Gjykatës së Lartë, thamë zonja Lala, Sokol Sadushi ka ndërmarrë një nismë për rishikimin e praktikës për masën e sigurisë arrest me burg. Tani, çfarë është kjo nismë? Ta themi sa më thjesht, se si që i tregon thjesht gjëra ti, kur do i tregon shumë thjesht dhe bukur. Kur s'do? Po, Paret nga mënyra se si pyet zoti Rakipi. Sa më thjesht, çfarë problemi ka në masën e sigurisë? Tani, përpara se shkoj... Arrest me burg dhe çfarë kërkon të bëj Sadushi? Pse është futur Sadushi këtu? Atëherë, përpara se shkoj të nisma e zotit Sadushi, më duhet shpreh një mendim personal, që sa i përket kozgjatjes së paraburgimit në Shqipëri, ka qenë ndër vite një ndër problemet shqetësuese të prokurorisë dhe gjykatave shqiptare. Dhe shpesh herë ne kemi marrë kritika nga organizmat ndërkombëtar për faktin që prokurorët, por edhe gjykatat, insistonin gjatë gjithë kohës për caktimin e masave të sigurisë arrest në burg. Sidomos me ardhjen në pushtet të socialistëve në vitin 2013, pati disa nisma të cilat kishin të bënin me energjinë elektrike, ndërtimet e paligjshme e tjerë me radhë, apo drejtimin e automjetit në mënyrë të parregullt, të cilat, nëse mund ta themi thjesht, kriminalizuan të gjithë shoqërinë shqiptare dhe të gjithë o burra të shkojnë në burg. Tani, jemi shumë vite më vonë, jemi gati 14 vjetë më vonë, dhe normalisht janë kujtuar që paraburgimi që nga një problem shumë i madh. Që në fakt nuk është sot, po ky problem ka ekzistuar dhe zoti Beci si ish prokurori i krimeve të rënda mund të na e sqarojë. Nisma e zotit Sadushi është e tillë. Në gjykatën e lartë ka mbritur një kërkesë nga një shtetas i dënuar për çështje të kanabisit. Ai është arrestuar nga policia e Lezhës dhe gjykata e Lezhës ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg. Me ankimin e personit të dyshuar, apeli e ka zbutur masën e sigurisë nga arrest në burg në arrest shtëpie
Dhe kundër kësaj mase sigurie, ka dalë prokurori i cili është drejtuar me rekurs gjykatës së lartë duke pretenduar që masa e sigurisë arrest në shtëpi ishte e papërshtatshme për këtë person, ndër të tjera duke thënë që vepra penale për cilën ai dyshohet është një vepër që ka një marrë të lartë dënimi, vepër e rrezikshme të tjera me radhë, dhe ka kërkuar që shtetasi në fjalë, pra pa i përmendur emrin për sa kohë nuk lejohet sepse është në hetim paraprak, nuk duhet të kthehej në paraburgim. E ka si ai autokompanjës. Se mendoj mos ishte e njëjtë si autokompanjës, po s'është e njëjtë. Nuk është e njëjta, nuk është e Mos njëjta ishte histori. njëjti person tash. Atëherë, personin fjalë pretendon që masa ndaj tij, pra pretendimi i prokurorit për ta mbajtur në paraburgim është një masë arbitrare dhe e panevojshme, pra është një masë e ashpër dhe ka ngritur disa pretendime. Në thelb, çfarë u diskutua sot në 2 orë e pak minuta në gjykatën e lartë në Kolegjet e Bashkuara, sepse një pjesë u bë me dyert të mbyllura, pra në momentin kur u shqyrtua çështja konkrete, seanca ishte e mbyllur për shkak të sekretit hetimit, sepse çështja është në gjykim paraprak, ndërkohë që pjesa që kishte të bënte me njësimin e praktikës u bë me dyert të hapura dhe ne ishim të pranishëm gjatë gjithë kohës. Diskutimi ose çështja kryesore që shtrua për t'i dhënë zgjidhje Kolegjet e Bashkuara është gjykata a duhet të arsyetoj që masa e arrestit në burg është e përshtatshme për një person, apo duhet të arsyetoj njëherazi përse masat e tjera alternative nuk duhet të caktohen ndaj këtij personi. Pra thënë ndryshe, gjykata duhet të arsyetoj përse masa e detyrimit për paraqitje, masa e ndalimit për dalje jashtë vendit, garancia pasurore, arresti i shtëpisë e të tjera me radhë, janë të papërshtatshme për një person të caktuar që ka kryer një vepër penale. Dhe vetëm pasi të ketë arsyetuar këtë pjesë, duhet të arsyetojë njëherazi përse masa drastike e arrestit në burg është e përshtatshme për rastin konkret. Pra nuk duhet të ndalet vetëm te klisheja. Momenti i dytë ka të bëjë me rrezikshmërinë e veprës dhe me rrezikshmërinë e personit. Dhe problemi është sipas kolegjeve të bashkuara të gjykatës lartë që duhet të marrë një përgjigje është duhet të prevalojë rrezikshmëria e veprës apo rrezikshmëria e personit. Avokati kërkuesit tha, marrim të mirë qenë, tha që një zyrtari, një intelektual, se përdori termin intelektual, ose një person i shkolluar, në një moment caktuar gabon. Dhe për këtë gabim duhet ne që pra gjykata ta lënë në burg, apo duhet që gjykata ta arsyetoj statusin e tij social, statusin e tij të familjar, arsimin, kontributin që ka dhënë në shoqëri, veprën penale që ka kryer, pra të bëj ta trajtoj çështjen në gjitha dimensionet e veta. Ky ishte pretendimi që ngriti avokati i kërkuesit. Ndërkohë, prokuroria e përgjithshme që përfaqësoi nga Arqile Koça, në fjalë të thjeshta tha, është e domosdoshme që të njësohet praktika gjyqësore, sepse kjo, pra vendimi 2011-s i kolegjeve të bashkuara, që e ka njësuar për herë të parë, bie ndesh me ndryshimet e kodit procedurës penale të vitit 2017 dhe me disa vendimet të Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njeriut. Por, tha ai, kemi një problem. Në realitetin shqiptar, masat alternative të sigurisë shpesh nuk zbatohen. Atëherë tha, cili është institucioni ose garanti që këto masa do të zbatohen? Pra duket teknike në pamje të parë, por në thelb duket si një përpjekje që nga ky njësimi praktikës të përfitojnë ata të cilët janë zyrtar të lartë, sepse të rëndësishëm, sepse gjithë fokusi u vu tek personaliteti i personit të dyshuar. Pra jo tek vepra penale, por tek personaliteti. Për fat ne kemi një ekspert shumë të njohur, avokatin tani, por ish prokurorin, i cili do të, zoti Eugen, i cili do të ç'është për ty kjo? Se për shembull, dakord. Shikoj nga Andi, do t'i mbush mendjen Andit. Po shikoj nga Andi, po ju dëgjoj juve. Një minutë. Jo, shikoj. Problemi është shumë i thjeshtë. Pyetja ime është, dakord tani, po kjo mbase do edhe infrastrukturë ligjore. Sepse infrastrukturës ligjore duhet kuptojmë se po bëhet njërë. Pse po bëhet njërë? E pare punës për ato që relatoj zonja Lala përsa i përket mënyrës se si është trajtuar në kolegjit e bashkuara sot në seancë, janë themeli i vënies në lëvizje të kolegjit e bashkuara për të marrë një vendimi unifikues, po gjërat duhet i shohim në sy. E para, vendimi unifikues i vitit 2011, që është numër 7 i vitit 2011, nuk është se u zbatua shumë në praktik gjatë proceseve gjyqësore. Çfarë parashikon ai vendimi unifikues? Individualizimin e veprës, rrezikshmërinë e personit duke e arsyetuar dhe individualizuar, pa përshtatshmërinë e masave të tjera, domethënë
ti do thuash që është në arrest në burg, sepse nuk bën arrestin në shtëpi dhe pse nuk bën. Se nuk bën garancia pasurore dhe pse nuk bën. Pse nuk bën argumentojë të paraqitur, por me prova, jo vetëm argumente, me prova konkrete, jo standarde formule. Dhe ai vendim kishte një problem tjetër. Ai thoshte që barrën e provës, në këtë rast për të argumentuar mungesën e argumentave, e ka mbrojtja ose më saktë Pandeuri. Çfarë nën kuptonte kjo? Kjo nën kuptonte që ti si shtet, si prokurori, mua më merr të Pandeur, po thua ma provojnë çik, a je i zoti, a je i fajshëm apo i pafajshëm. Kjo nuk kishte sens. Dhe në pamje të parë, duke ju referuar ndryshimet të Kodit Procedurës Penale 2017-2021, duke ju referuar jurisprudencës së Gjykatës Evropiane e Drejtave të Njerëzit, Gjykata e Lartë kishte të drejtë të ndërhynte me një vendim unifikues. Dhe vendimi unifikues kërkonte për të përcaktuar 3 pika dhe të shohim a do dalin këto 3 pika në vendimin unifikues që do nxjerrë Gjykata e Lartë dhe a do të kalojnë testin. Mungesa e analizës së alternativave, kjo që thash pak më lart, pse duhet patjetër arrest në burg dhe nuk duhen të tjerat? Rreziku të mos merret vetëm nga vepra, po të merret nga shumë rrethana të tjera, nga vepra penale, dhe gjitha barra e provës do i kaloj të Pandeurit apo do rrit te prokurori. Këto janë 3 pikat që do ja përgjigje me vendimin unifikues Gjykata e Lartë. Problemi i lartë është që atë do zgjeroj Gjykata e Lartë në këtë vendim. Dhe problemi është që 2017 ka bërë shumë të qartë barra e provës. Në vitin 2021 kam patur në konsiderat barre provës i të tarkon organit akuzës që kur është ndërtuar Kodi Procedurës Penale. Sepse duhet kujtojmë që 2011 zoti Beci ka pasur një rast specifik, ka qenë rasti i Ilir Kubaros. Në vitin 2021 barra e provës nuk ka se si ndryshon, Klodi. Të lutem, Kodi Procedurës Penale, koncepti kushtetues dhe koncepti procedurial është që unë si shtet, kur të akuzoj, unë kam detyrën të aprovoj. Kështu që kur është krijuar Kodi Procedurës, ka qenë kjo histori. Nuk është ndryshimi 2017-2021 ka pas 2 ndryshime për sa i përket masave të sigurimit në arsyetimin konkret që kërkon gjykata për masat e sigurimit. Vendimi duhet të jetë realisht i argumentuar, thot ndryshimi i vitit 2021, vendimi duhet të jetë i argumentuar çdo thot. Në gjykatat shqiptare pas vitit 2021, megjithëse u bën ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale, kërkesat për caktimin e masave të sigurimit dhe vendosjen e masave të sigurimit janë pothuajse klishe, janë formular, thuhet ekziston rreziku i ikjes, ekziston rreziku i largimit, ekziston rreziku i shmangjes dhe është pothuajse për të njëjtët një lloj, si për atë që është me drejtim mjeti pa patent, si për atë që është për vrasje. Janë pothuajse formular. Dhe çfarë thot vendimi i Kodit Procedurës Penale? Jo, thot, ti duhet të jesh shumë konkret, duhet gjesh arsye pse Andi do largohet. Po, Andi largohet sepse ka tezën jashtë shtetit, ka 5 para më shumë, ka mënyrën për të larguar për tërë arsye dhe ti duhet të kesh prova konkrete të individualizuara. Dhe ky është thelbi që duhet ndërhyjë Gjykata e Lartë. Por nuk është ke standardet e Strasburgut, nuk është ke ndryshimi i Kodit Procedurës Penale. Fakti është që gjithë këto element që përmendim, gjithë këto vështirësi që kanë krijuar, duke e çuar në faktin që në Shqipëri arresti në burg është ultimo ratio, zgjedhja e fundit dhe e vetme, ne duhet të shohim diçka më tepër. A mos vallë cënon sigurinë juridike vendimi unifikues i Gjykatës së Lartë? Pse e cënon sigurinë juridike vendimi unifikues i Gjykatës së Lartë? Se ne kishim një vendim të vitit 2011 dhe një gjykatë e zbatonte, një gjykatë nuk e zbatonte. Një gjykatë e lexonte, një gjykatë nuk e lexonte. Është totalisht subjektive. Në rast se ne duam një ndryshim të ndershëm për çdo njeri në Republikën e Shqipërisë, ndryshimi që jep siguri juridike është vetëm ndryshimi ligjor, sepse ndryshimi ligjor, duke saktësuar formalisht edhe në Kodin e Procedurës Penale, ne në 228 e vijues të tij, faktin se si caktohet arresti në burg dhe alternativat e tjera, duke mos e lënë me vendim unifikues, jep të drejtë dhe Andit që është pastrues dhe Eugenit që është kryetar bashkie. Kurse në rast se ti e le vetëm me vendim unifikues, një gjykatë e shikon ndryshe për Andin, një gjykatë e shikon ndryshe për Eugenin që është kryetar bashkie. Dhe ky element të bën të dyshosh në faktin e thjeshtë. Pse kur jeni kaq të shqetësuar për lirinë dhe drejtat e njeriut, pse nuk i hyni procesit të thjeshtë dhe më korrekt, që është më transparent,
më i përgjeshëm politikisht dhe më me debat publik ati të ndryshimeve ligjore në kodin e procedurës penale, po hynë me rrugën më të thjeshtë dhe më të lehtë për të zgjidhur nëpërmjet një vendimit njësues që siç e thash është subjektiv, sepse ka dhënë prova nga 2011 deri sot, lexoni një vendim të masave të sigurimit në Shqipëri në rast se i referohet këtij vendimi unifikues që ka qenë fuqi të 2011-s. Atëherë, pyetja që lind është, ti në rast se nuk e bën me ndryshime ligjore të kodit procedurës penale, po e bën vetëm me ndryshime me vendim unifikues, ti le vend patjetër subjektivizmit dhe me të drejtë pyetja shtrohet, a mos vall në këtë luftën dhe në këtë fushatën e arrestimit të zyrtarëve të lartë do na duhet një vendim unifikues që për dikë përdoret, për dikë nuk përdoret, dhe me të drejtë ky dyshim lind aq më tepër duke patur në konsiderat faktin që gjykata e lartë askush nuk e merr në konsiderat. Në gjykatën e lartë, të tëra këto arrestet në burg të rretheve, të shkallës parë, kanë vajtur me rekurs. A ka qenë gjykata e lartë aty? Këta, antarët e kolegjit, si nuk kanë pranuar një rekurs, po i kanë bërë të tëra me mos pranim rekurs si masat e sigurimit të arrestit në burg, dhe tashti kujtohen për të thënë që ka shkelje lirive drejtave të njeriut, minimalisht. A ka 2-3 vjet që ka dalë jurisprudenca e Gjykatës Europiane të drejtave të njeriut për abuzimin e masave të sigurimit nga gjykata shqiptare. A ka në 2017-2021, jemi sot 5 vjet më pas, ndryshimet e kodit procedurës penale. Gjykata e lartë, po, do të kishte ndërhyrë disa herë me raste konkrete, një rast këtu, një rast atje, për të thënë që po, gjykata e shkallës parë dhe gjykata e apelit ka abuzuar. Por sot pa pritur, pa patur asnjë statistikë se sa vendime të masave të sigurimit ka rrëzuar gjykata e lartë, çohet dhe bën vendimin njësues. Këtu është dyshimi i parë dhe kryesor. Pse? Vetëm 2 momente. Lala dhe Bushati dhe Zori. Zoti Rakipi. Çështja që ngriti Eugeni, se prandaj ndërhyra momentin e parë, u shtrua për diskutim sot në Kolegjet e Bashkuara. Njëri nga antarët e gjykatës së lartë, Sokol Bina, ju drejtua përfaqësuesit të prokurorisë përgjithshme dhe i tha: ju tha, cili është qëndrimi juaj për sa kohë që kodi procedurës penale është i qartë. Pra, prokurori duhet të drejtohet me kërkesë për caktimin e masës së sigurisë, duke bërë të qartë të gjithë elementët e asaj mbi të cilat kërkon masën e sigurisë. Pra, rrezikshmërinë e veprës penale, rrezikun e ikjes, personalitetin e personit dyshuar e tjera me radhë. Dhe çfarë vjen më kërkon, tha, ju e keni shumë të qartë në kodin e procedurës penale, por ndërkohë vjen dhe na kërkon tani dhe mban një qëndrim përpara kolegjeve të bashkuara. Tani fakti që gjykata e lartë ka patur 10 çështje, ka pasur ditët e fundit çështje që ka rrëzuar për masat e sigurisë. Ditën e sotme rrëzoi rekursin e zonjës Balluku për heqjen e masës së sigurisë, ndalim për të dalë jashtë vendit. Ka rrëzuar kërkesën e zotit Meta, kërkesën e zotit Velia e tjera me radhë në lidhje me masat e sigurisë arrest në burg, ndërkohë që vetë gjykata mund ta kishte riparuar këtë problematikë që ishte te shkallët më të ulta. Pra, nëse gjykata e apelit nuk e kishte qartësuar personalitetin e personit dyshuar, kriteret mbi bazën e cilave caktohet një masë sigurie, mund të kishte ndërhyrë dhe të bënte zbatueshmëri të ligjit. Në rastin konkret, ngrihet sa dushi dhe vën në lëvizje Kolegjet e Bashkuara për cilat arsye. Unë dyshoj për të liruar zyrtarët e lartë, sepse fare mirë për raste individuale mund ta bënte vetë gjykata. Atëherë ju thoni që kjo ka një... Po, kam dyshime të forta për këtë. Kam dyshime të forta. Ka dyshime serioze që është një problem i theksuar politikë. Çdo problem është politikë, po këtu bëhet nga politika për interesat të njerëzve të rëndësishëm të cilët në burg. Po mirë, për atë rrezikun e të nesërme, se edhe ai rreziku është shumë... Do ta diskutojmë këtu dhe të nesërme do ta bëj pyetje unë. Rreziku i të nesërme, sa do të me spakun e kështu. Kjo nismë bëhet, po themi në fillim Bushat, për shqetësimin real që ka për numrin e lartë para burgosur. Edhe me thënë të drejtën në Shqipëri, para burgosur ka më shumë se të burgosur. Edhe ka 1001 zgjidhje, nuk është kjo zgjidhje. Edhe ka 1001 zgjidhje, thot avokati. Kjo është e fundit. Prokurorët gjitha, ekspert, i ditur për këtë punë, ka 1001 zgjidhje, thot, dhe kjo është bërë tani. Opozita, më fort nga të gjithë, po dhe shumë të tjerë, përveç opozitës, ngrenë zërin fort dhe thonë që kjo nismë bëhet për të liruar njerëz specifik. Përmendet shpesh Erion Velia, sikur duke të bërë gjithçka që të dalë ky nga burgu. Si e mendoni ju këtë? Pret që punë. Ti o burgu dhe pastaj preçi të dy, se pastaj debatoni ju dhe kjo është gjë e mirë. Atëre. Debati është gjë e mirë, se preçi ndonjëherë nxehet, pastaj dhe thotë nuk duhet debati, ai duhet. Do me thënë,
në qoftë se shef sfondin apo kuadrin e përgjithshëm, kjo është një çështje që do ngjallte dyshim. Pra, kush janë dyshimet? Dyshimet janë këto që thot opozita dhe është fushata politike që kur u vun loj koka e Ballukut që këtë temë politikisht e ngriti Edi Rama. Duke thënë këtu po bëhet nami, ne jemi bërë delja zeze e Evropës për paraburgimet e të gjitha. Dhe amëndësimi, si që mund të thonë që amëndësim Andi Bushati nesër mund të bëhet vrasës. Ka drejt kush do të bëj këta amëndësim, ose Ylli Rakipi. Pra, por problemi është, fakti që kjo çështje po diskutohet, pavarësisht se ne mund të kemi paranojën që mund të lirohet Balluku, është gjë e mirë apo gjë e keqe? Është padyshim një gjë e mirë, sepse unë them, edhe me çmimin e lirimit Ballukut nesër, ne duhet jemi shumë të vëmendshëm që çdo të paraburgosurim mos i shkelen drejtat. Fakti sot që në gjykat lartë diskutoj që, ore, ti jo vetëm duhet të thuash që ky përbën një rrezik prandaj do e fusim në burg, por dhe të argumentosh dhe të arsyetosh që pse ky nuk duhet marri filan i paraburgosur një mas më të lehtë, pse nuk duhet t'i vën atë te Kavilja, pse nuk duhet të rinë arrest Se bryzylykët janë jashtë funksioni, ja? Se këtu skandali zë skandalin, po bryzylykët nuk funksionojnë. Bryzylykët mund mos funksionojnë, po më mirë të ri që më po thjesht për të timuar argumentin. Një njeri që meriton Bryzylykun, që nuk e meriton Bryzylykun dhe të shkojnë në burg, apo më mirë ai tri lirë. Unë jam që një njeri dyshuar më mirë tjetë i lirë se sa tjetë në burg. Ne e kemi përmbysur këtë praktik. Kështu që cila do që tjetë shqetësimi opozitës, cili do që tjetë qëllimi perfidi Edi Ramës, fakti që kjo çështje po diskutohet është një mirë publike. Pra, ne duhet të mësojmë që njerëzit nuk shkojnë burg kot, se një prokuror me rolin e Zotit dhe thot për dyshimet e mia të arsyeshme se ky mund të arratiset, se ky mund të përsërisi veprën në burg. Kjo gjë duhet mbarojë. Kam një pyetje, zoti Bushati. Se janë të njëjtët gjyqtarë që kanë marrë vendime pikërisht për masat e sigurisë. E kupton, e kanë patur aty edhe kodin e procedurës penale të 2017-ës, 2021-shit e tjera me radhë, dhe nuk kanë lëvizur madje gjykata e lartë as nuk i ka futur në shqyrtim fare, i ka kaluar me mospranim rekursi. Jam shumë dakord. E kupton? Pra, i vetmi shqetësim që unë kam Bushat në raport me këtë gjë, nuk jam pro caktimit të masave të sigurisë në mënyrë arbitrare. Nuk është shqetësim. Por jam, ajo çfarë mua më krijon një kërcitje dhe më lë një shije të hidhur është përse u kujtuan tani. Kjo është pyetja bazë. Pse u kujtuan tani? Se nëse ky diskutim do t'ishte bërë kur Këshilli i Evropës e kritikoi ashpër Shqipërinë vite më parë për paraburgimin, për masa drastike të paraburgimit, unë do t'isha dakord dhe nuk e vun ujë në zjarr. Dhe mbetën burgja dhe njerëz për ndërtime pa leje, se kapeshin pa patent, se etira me radhë. Dhe që kjo më shqetëson. Pra pse tani? Po pra. Fakti ti ngren pyetje me shumë drejt që i lind dyshimit çdo njeriu. Pse tani? Dhe unë po të kthej një përgjigje hipotetike, se do politika të liroj njerëzit e vetë, dhe prandaj unë shkova më tej, edhe sikur qëllimi tjetë i keq, rezultati mund tjetë i mirë. Se unë them, më mirë Balluku që për mu mund të meritoj burgun, të jetë e lirë, dhe shumë të tjerë të përfitojnë e mos shkojnë kot në burg, nga ky lloj debati që është hapur, sesa thjesht merremi të vdesim çështjen vetëm që mos përfitoj Balluku. Kjo mënyrëzidhet ka futur në kurrë dhe ty. Dhe ti je shumë dakord me atë pjesë. Dhe unë jam shumë dakord me faktin që arresti në burg është tejkaluar në çdo masë të logjikshme dhe në të tëra elementet. Pyetja vetme që lind është hipokrizia e mënyrës së gjetjes së zgjidhjes. Pse e them këtë? Në rast se do ishte
me ndryshim ligjor të kodit procedurës penale, unë do të thosha Andis të heqja si presje nga ato që the. Letëm letëri kush të do jashtë, rëndësi ka që përfiton dhe qytetari. E the dhe që parë, po më falë ignorancën se unë se kuptoj nga ana ligjor. Ka të drejt gjykata e lartë të propozojnë ndryshim ligjor. Jo, politika. Ata gjykojnë gjën që kanë... Jo, të marrë të kuptoj unë. Se që kërkojnë parlamentit është gjë tjetër. Ata kanë vërë një shqetësim... Unë dëgjova diskursin tënë, që the Edi Rama e ngriti atë vorbull. Aty është hipokrizia. Aty është hipokrizia. Pse? E di pse e paragjykoj, vetëm për një gjë. Mos priste vendimin e gjykatës së lartë, se dhe gjukatë e lartë ka një hipokrizi brenda, do ta them nga ana teknike, por me qenë se kishte këtë shqetësim aq të madh për paraburgimin në Shqipëri, të zgjidhte dy element thelbësor, të ndihmonte gjyqësorin të mbaronte shpejt gjyqjet mos rrini njerëzit në paraburgim dhe të bënte një iniciativë ligjore ku këto kërkesa të gjykatës së lartë t'i fuste në kodin e procedurës penale. Nuk e di më kupton logjikën. Unë nuk them se gjykata e lartë nuk po bën mirë, po bën shumë mirë. E para dhe e dyta, hipokrizia e fortë e gjykatës së lartë është këtu. I ka kaluar 1-1 të tërë vendimet e arrestit burg dhe nuk është ndier fare. Ka thënë bravo i qoftë gjykatës së lartë. Ka rëndësi se ka një vendim para 2-3 muajsh. Unë them që... Për çfarë ndryshoi kjo gjykatë e lartë? Edi Rama, tani po ta shtrojmë politik, është hipokrit kur u kujtua pas Ballukut që të hapi këtë çështje. Ose interesa gjithë, jo hipokrit. E bën për menderen e vetë. Po është një nga pikat që megjithëse Edi Rama e bën për menderen e vetë, unë bashkohem me Edi Rama. Sepse çështja Balluku është një segment shumë i vogël. Hapja e këtij diskutimi në shoqëri, që njerëzit nuk mund të bëhen peng të prokurorëve dhe të kalben në burg kot pa një argumentim të detajuar dhe pa një mbrojtje ekstreme, ky është një problem shumë i madh. Mbrojtjen ekstreme ta jep kodi Andi, jo vendimi unifikus. Po deri tani s'ta ka dhënë pra. Vendimi unifikus është i përgjysmuar. Vendimi unifikus do ja prap të drejtë, do ja prap lehtësi, jo ta thash edhe një herë, jo Andit që është pastrues, po Eugenit që është kryetari i bashkisë. Do me thënë, ne arritëm... Siguria juridike nuk është. Ne arritëm në pikën kur ish kreu i Spaku Dumani thoshte, gjykata na bindet çfarë kërkojmë ne. Nga ky mentalitet kemi shkuar një hap më tej që po diskutojmë a duhet gjykata të bindet dhe pa provat mjaftueshme që dikush duhet kalbet në burg. Për këtë unë këtë e qua një hap para. Ka që që është hap para, nuk e diskutojë. Se ditë zhvendim do marrë. Vetëm fakti që ky diskutim po bëhet publik dhe ne po flasim për këtë, diskutimi është i vonuar, po ka një gjë tjetër çfarë po thotë Eugeni. Sinqeriteti është këtu. E pare punës ti s'ke ndërhyr vetë konkretisht, sepse i ke patur në dorë deri dje. Ora, janë hipokrit, mo. Po më mirë të vazhdonin ti e dyta, nuk është zgjidhja. Problemi është këtu, gjykata e lartë është nënshtruar presionit e Edi Ramës, që në thelb vendimi unifikues i gjykatës, të lutem, vendimi unifikues i gjykatës së lartë Pushat, nuk jep zgjidhje përfundimtare çështjes. Është një vendim i cili mund të merret në konsiderat nga një gjyqtar i shkallës parë dhe apelit, po edhe mund të mos merret fare në konsiderat. Zgjidhja përfundimtare do të ishte ndryshimin kodin e procedurës penale. Këtë po përpiqemi të themi. Pra kjo është një divizje hipokrite. Jo, s'kemi punë me gjykatën e lartë, jo. Ne po diskutojmë për ata që janë mbledhur aty. Por ama kjo është divizje hipokrite se këta po të donin. Gjykata e lartë mund të kishte bërë edhe përmes ndryshimeve të vendimeve individuale. Ka shkuar... Po pra, janë sa hipokrit, Pushat, që sot kanë vendosur, i thonë të japin fund hipokritit tyre. Kjo është e mirë që kanë vendosur. Për metën e tjere me radhe ka vendosur mos pranim të rekursit. Ndërkohë që mund të hyte dhe ta thellon të çështje. Pse po ndryshohet tani? Ky është problem. Po, dyshimet ngelen, jam dakord. Avokat, sekond, kam një pyetje unë për ty, fare shkurt në një fjali dhe më kthesh, pastaj preci thot diçka. Marrim për një moment me qenë që nisme sa dushit është e suksesshme. Bëhet. E kolegjeve që mos ka personalisht. E kolegjeve, po sa dushit. Se është me vota aty. E kolegjeve. Kjo nuk do të thotë automatikisht që Erion Velia lirohet apo. A të shpjegoj dy momente, se këtu ka teprim si gjithmonë në Shqipëri. Jo se opozita këmgull të Velia i tani. Të dyja palët shkojnë në situata ekstreme. Është ushqim për budallet. Jo vetëm ushqim për budallet, po dhe... Shpjegoja njerëzve ka i thjesht që... Majoranca ushqen patronazhistët, opozita ushqen simpatizantët. Majoranca thot, kur dal vendimi i unifikues i gjykatës lartë, mos e çani kokën do dilni gjithë, të kundër të mbën dhe opozita duke shkuar në ekstreme. E vërteta është kjo.
nuk mundet dhe nuk mund të ketë lirime automatike të zyrtarëve të lartë. Ka një shans i cili është shumë i largët dhe teorikisht nga pikpamja procedurale nuk mund të ndodhi për dy arsye. E pare punës, ky është ligj procedurial dhe ligji procedurial nuk njeh fuqinë prapavepruese. Që do të thotë ndryshim procedurial. Dhe duke qenë ndryshim procedurial, se s'është ligj, është vendim unifikues, nuk mund të thotë nga sot e dje. Do me thënë Ilir Meta, Velia nuk ka fuqi prapavepruese Nuk ka fuqi prapavepruese për këta. E para, e dyta, ka një rrugë të Pra, vetme. zoti Belin, zotrin Partisë Demokratike, Veliu nuk lirohet. E para, e dyta, edhe sikur avokatët mbrojtës të tërë këtyre zyrtarëve të lartë, të vendim unifikues, ta marrin, ta përdorin, sepse mund të kenë dhe sponsorizuar në kuptimin e dëshirës mirë për qenë ky vendim unifikues, do kaloj përsëri në shkallët e gjyqësorit. Dhe ç'kuptojmë, duhet shkoj patjetër me një kërkesë për zëvendësi mase sigurimi të gjithë këtyre zyrtarëve të lartë në gjykatën e shkallës parë ku është caktuar masa. Dhe kur shkon atje rregullat proceduriale janë të qarta, nuk referohesh dot te vendimi unifikues. Kur kërkon zëvendësim në masë sigurimi, duhet kesh një rrethant të re në lidhje me faktin, jo një rrethant të re se doli gjykata e lartë bëri vendimi unifikues. Kështu që e shoh shumë të vështirë që vendimi unifikues të ndikoj drejt për drejti për ata që janë në burg. Për këta sot e tutje që do të caktohet pasi të marret vendimi i gjykatës kushtetuese, gjykatës lartë, patjetër që është diçka shumë pozitive, se të paktën vitin e parë dhe vitin e dytë gjykatat shqiptare do e mbajnë mend që është ky vendimi unifikues dhe do përpiqen ta zbatojnë me siguri të ulët juridike, sepse dikush e interpreton, dikush nuk e interpreton. Pra, nuk është se vendimi unifikues i gjykatës lartë automatikisht nxjerr zyrtarët e lartë nga burgu. Nuk mund të ndodhë kjo. Jemi shumë okej në këtë pikë, tani preç sikur sa interesante është se ti është edhe ndoshta është në fokusin tënd kjo lloj bisede, them pak specifike unë. Nisma Sadushi, kolegjet të drejt, mos e privatizojmë për Sadushin, është e suksesshme, po themi. Çfarë do të thotë kjo për Spakun? A vështirësohet puna e prokurorëve se për shembull popullata jonë preç është shumë e gëzuar kur arrestohet njeriu. Për shembull, nëse nuk arrestohej Ilir Meta, këta Veliu e të gjithë, tani Jo vetëm aq, po mendojnë që mbaroi puna, u dënuan. Po, Spaku merr dhe mbështetje popullore këtu. Popullata jonë gëzohet shumë në këtë raste dhe në këtë rast ç'ndodh? Ndodh një gjë me Spakun tani se është një problem për Spakun që nuk i fut dot në burg. Në pjesën. Nëse nisma është e suksesshme, është e detyrueshme për të zbatuar, apo jo, sepse Në interpretim. Në interpretim. Në interpretim, pra është edhe kjo, mendoj unë, ndikon pozitivisht që edhe Spaku, prokurorët e Spakut të zbatojnë normat e reja, të jenë më të përgjegjshëm në vendimet që marrin, standarde më të larta. Kërkues. Sepse paraburgimi, në thelb, nuk ka të bëjë me veprën penale dhe kështu, vepra penale, faj penal, vërtetohet në sallën e gjyqit. Fajësia, po. Fajësia, del në sallën e gjyqit. Arena e drejtësisë është salla e gjyqit. Problemi jo në Shqipëri është se ka ngesë gjithë diskutimi prej kohësh tek masat e paraburgimit, tek strategjitë e vonesës që ndjekin të akuzuarit, prokurorët, ato avokatrit, vetë pandehurit, nga herë marrin pjesë dhe prokurorët në këtë për të kontribuar në vonesën e proceseve. Pra ka ngeli gjithë sistemi tani, ka shumë hetime të pandehur, por nuk kemi një betej akoma, një betej klasike që ta shohim përballën në aulën e gjykatës. Shikoj Illi, ky është një diskutim shumë, se dëgjova me shumë vëmendje dhe avokatin edhe kolegët, është diskutim shumë teknik. Është teknik që ka brenda dhe kontekst politik. Tani kemi të ty, unë jam të konteksti politik. Fakti që... Andikon këtë Spaku tani, se ka shkryuar për që sa dojë që të temi, është shkryuar një perceptim popullor që Spaku të mbledh, të merë të fletë burë, të fut në burë. Edhe gëzohet popullata, se ka qenë që më kone në verorës kjo? Tyrën një minutë, sepse do të majmë parasysh një gjë që Shqipëria nuk ka dalë në listën e vendeve numër më të lartë paraburgimeve, edhe ka 2569 paraburgosur, por shumica dërmuese tyre, shumica dërmuese janë paraburgosur nga prokurorit dhe gjykatat e rretheve. Spaku këtu ka një përqindje shumë të vogël. Pra është natyra e diskutimit që bëhet në Shqipëri dhe mandej politika vetë, edhe mazhoranca, edhe Rama, ka përdorur këtë dhënë
që e turpnon Shqipërinë, që është e vërtetë, me këtë numër kaq të madh para burgosush që janë njerëzit e thjeshtë. E ka marrë për të ngritur pjasën, për të shtruar problemin për Belinda Ballukun dhe për zyrtarët e lartë. Këtu kemi të bëjmë një problem të madh, nuk t'i fusim në një thes. Edhe këta që janë zyrtarë të lartë, që akuzohen për vepra penale, korrupsion etj. Dhe me njerëz që thjesht që kanë bërë në një vepër penale të vogël. Këtu problemi ylli është që diskutimi ose mendimi politik që gjithmonë i paraprin dhe këtyre lëvizjeve, këtyre ndryshimeve, lëviz nga një ekstrem tjetrin. Dhe më thënë, cili është shqetësimi që kam unë? Shqetësimi është ky që nëse 12 vjetë më parë, apo 13 vjetë më parë, sa mendimi politik shtyu drejt një ekstremizimi, burg, si që tha Klodiana, për çdo njeri që bëndi kundravajtje, u kriminalizun kundravajtjet, pa pritur nga ky ekstrem, që si çdo ekstrem, dhe më thënë, është i gabuar, rreziku është që po kalojmë në ekstremin tjetër tani, jo burg, do jashtë, më saktë. Shiko, vendimet për para burgimin e merr prokurori, pastaj e konfirmon e certifikon ose jo gjyqtari. Është detyra e tij, është përgjegjësia e tij, ai është prokurori i shtetit. Natyrisht që unë bi dakord këtu me atë që u tha dhe që ndoshta po reflektohet që do kërkohet argumentim, sepse këtu deri tani prokurori, domethënë, e deklaron domethënë që e shpjegojë, duhet ta shpjegojë, duhet ta argumentojë mënyra se si ligji duhet edhe ligji duhet të operojë në argumentim, po duhet të jesh konkret për çdo person. Me fakte. Për shembull thot gjykata e Strasburgut, më fal, ke rasti Gëllçi dhe 2 raste tjera, se marrim Gëllçin se e kujtojmë. Dhe në 2 raste tjera, gjykata e Strasburgut çfarë thot? Ato dyshimin për rrezikun e personit, ti nuk mund ta kesh shablon, nuk mund ta kesh kështu në ajër. Ti duhet ta kesh konkrete. Po themi kot, ai thot në rast se ti jeton, me që e kujtojmë, në një zonë kufitare, ku hyn e del gjithmonë në republikën tjetër, ku je aty, mund të rrish një ditë atje dhe ke shumë rrezik të ikësh në krahasim me atë që është në qendër të Shqipërisë. Po them kot e një rast që ta konkretizojmë. Ndërkohë çfarë ndodh me gjykatat shqiptare? Thonë, e di çfarë ka pas vendime në masat e sigurimit gjykatave shqiptare, preçi ka një rrogë të mirë, ka dhe një pasaport për jashtë shtetit dhe mund të arratiset. Më fal tani. Argument është ky? Jo pra. Mirë, shiko, unë bi dakord. Jo, kjo është qeverak. Vendimi unifikuar, sigurisht... Sa i mund të arratiset e nga burgu? Shumë të mira. Po patjetër, ndërkohë, aq sa të arrestuar në burg, sa masa sigurimi arrest në burg ka normal, do ketë në i vendim të mirë. Ta bëjnë të mire kam për detyrë. Patjetër. Brenda pa fakt, brenda sistemit ke gjyqtar që arsyetën në mënyrë shumë perfekte. Vendimi unifikuar sigurisht që do të sjellë saksime për këtë. Argumentimi i gjerë, siç e thoni ju, mund duket një gjë pozitive. Ai s'mund t'i bie shkurt, as prokurori nuk mund t'i bie shkurt që tani ka 4 opsione dhe zgjedh njërin pa argumentuar. Duhet të argumentojë, ta dëgjojë edhe i akuzuarit, ta dëgjojë avokati vet, ta dëgjojë edhe publiku. Dhe ai tjetra që është pozitive, që u tha këtu, që barën e provës, e ka prokurori, nuk mund ta ketë i akuzuari. Barën e provës aty, se ajo zhduk drejtësinë, ai i akuzuri, ai kërkon që të zbusë, të fshet. Penale ky është. Ky është thelbi. Pra dhe kjo duhet normohet. Unë mendoj që është pozitive që mbas alarmi që ka ngrit Këshilli i Evropës, e reagon një institucion që është kolegji i këtyre, që është gjykata kolegji bashkuar. Ajo mund të sjellë një përmirësim tek përmirësimi i unifikimit, por jam dakord me atë dhe është domosdoshme që duhet ndërhyrë dhe në kodin e procedurës penal, edhe në kodin penal, sepse shumë vepra, edhe vetë rekomandimi i Këshillit të Evropës është kompleks, ai duhet merret dhe duhet zbatohet, nëse është i pamjaftueshëm, Shqipëria, Ministria e Drejtësisë mund të kërkojë asistencë edhe nga ndonjë institucion tjetër. Patjetër. Dhe ky është problemi i madh. Edhe për të sjellë ndryshime në kodin penal që të disa vepra që janë... Ky është thelbi. Të dekriminalizohen, se ti ke mush... Dekriminalizo, ul dënimet, shpejto hetimet, po mas thuaj ty fajin ta ka vetëm arrestin burg, jo, faji është kompleks. Ka disa kontravajtje që s'janë fare vepra, s'ka nevojë me shku në burg fare... I po i shton, nuk po i pakson. Pra duhet që paralelisht ndërhyrje në kodin penal për të dekriminalizuar. Ky është edhe sugjerimi i Këshillit të Evropës, një nga sugjerimet kryesore.
Dhe pastaj unifikimi i procedurës, argumentimi, besoj se është një rrugë drejt që do shkojë drejt një qëndrimi më drejt në njerëzve që akuzohen. Qëndrimit të përmirësuar. Drejt një drejtësie më të mirë. Ama, thënë këtë, duhet bëjmë gjithnjë të jemi të kujdesshëm, se ne flasim për 90%, flasim edhe për këta pak përqind që janë politikanë, nuk është i përjashtojmë, por problemin e kanë kriju ato 90%. Por në qoftë se këtu, për shkak se kanë kriju një problem ato 90%, tani, më thënë, të shkelim disa standarte të hetimit, të korupcionit, në sferat e larta, kjo pastaj do të kalonte në ekstremin tjetër, gjithë problematikën që ka për... Po, kjo nuk është asnjëherë, ka vite e vite, si që përmendi avokati, që kjo nuk bëhet. Do me thënë, paraburgosin njerëz pas një arsye... Sepse ka një problem thelpsor. Zoti Zogaj, është shumë teorik, Zoti Rakipi, po është problemi thelpsor i tërë kësaj besimit që po bëjmë ne. Ata e bëjnë tani dhe tani, mua s'ka burë në botë, në mbush mendje, që nuk po e bëjnë... Ta thjeshtëzojmë për sepse u ka ardhur e keqja te dera. I ka ardhur veza. Ka ardhur veza e keqja te dera. Çdo politik ju ka ardhur te menderja e vet. Dëgjoj. E ka ardhur te menderja. Është tjetër ajo. Kur hedh një hap e bën dhe për interes personal. Edhe për politikë. Problemi është a përputhet interesi personal me interesin publik, në qoftë se ne pengojmë, pavarësisht se ky mund të jetë interes. Por jam dakord me ty, po mos lirojnë këta dhe lënë në burg atë që ka vjet lopën. Tu është Elbi, kështu që më lër ta them një fjali. Mos lirojnë atë të lopës se ka një normë që unë dua ta thjeshtoj, zot ta them latinisht. Dhe të shpëtojnë dhe 10.000 tjerë, se sa ta haj balluku dhe 30.000 tjerë. A mund ta them një fjali? Ja, avokat, po, edhe të konkludojmë një parim. Nuk po e them me terma të përbëra, por të thjeshta. Rasti nuk zgjidhet kur të vjen. Rasti duhet zgjidhet me rregulla më parë. Dhe çfarë po bëjmë ne sot? Ne nuk po rregullojmë që kur të na vi rasti ti kemi rregullat e qarta, por ne po themi kur të na vi rasti do e rregullojmë. Këtë bën vendimi unifikues. Dhe kjo është një pasiguri e fortë juridike. Çdo të thotë, unë ta di që kur të shkoj për mas sigurimi atje, kam 1, 2, 3, 4 kritere që më caktojnë nga ligji. Jo, kur të shkoj në gjykat dhe gjykata thot do i referon vendimin të unifikues. Pra, siguria juridike këtë kupton. Rregulli krijohet para rastit, jo rasti të bëj rregull. Subjektivitetit ndor, komplet. Dakor, kjo është subjektiv. Ikim tani, po preç, edhe një fjali. Po. Me një fjali do thosha që këtu kemi në dy ekstreme, kemi prezumimin e pafajësisë dhe vendimin, drejtësinë. Këto janë distancë, vendimi i formës prerë mund vonohet 5 vjetë. Po, qartë. Është i prezumimi i pafajësisë, për nuk mund të jetë 5 vjetë, sepse pastaj do themi... Edhe kjo është abuzim. Qëse dënohet... Kjo është abuzim. Dhe këtu kemi gjykata pa këllqe. Sepse në Itali, jo më largë, në Itali, të tëra organizatat kriminale, për shkak të zvarritjeve të gjyqjeve, i kanë skaduar, që i thonë ata, kanë mbaruar masat e sigurimit dhe kanë dalë në shtëpi ata. Edhe presin. Kurse në Shqipëri, arresti në burg, kohë e zgjatjes para burgimit, gjenden metoda, gjenden mënyra, shkohet deri në 3 vjet. Dhe pasaj opa kërcet... Pret se tani ne dim qëtërikisht, sa prokurori e di, avokati që ka qenë prokurori e di mirë të po. A i mori argumentin tim, pra, se a i po mbështet mu. Po, pa tjetër. Se këtu është problemi. Po mbështet dhe po të çmështet pastaj. Jo, po e mbështes për ta çmontuar më pas. Për ta çmontuar më pas, se këtë kuptoj unë. Dakor, që po them që prezumimi pafajësisë mbas 5 vjeç ose 6 vjeç dënohet ai. Ka net 5 vjet në detyrë për këtë kush përgjigjet. Prandaj bota e ka zgjidhur ndryshe. Dhe këtu e ka zgjidhur me dorëheqje. Për shembull, ministrja e qeverisë italiane për një akuzë të vogël, prit për po thua gjëra shumë për një jemi të emision politik kemi ne, nuk jemi kolegjit bashkuar. Për një akuzë të lehtë pak a shumë, i tha ministrja, kryeministra italiane i tha shoqit më të kishte, largo. Dha dorëheqjen, iku nga ministre, është hetim, sigurisht. Tu nuk jep njëri dorëheqje as pas vdekjes. Nuk jep kush dorëheqje. Këtu rrinë detyrë, nuk japin dorëheqje, akomodohen detyra më të mëdha. Zgjidhja e sigurisë juridike. Problemi për mua ylli dhe e mbyll me kaq. Kush merret të pandemën, mbyllëm si pjesë nga detyra. Sa i përket krimit
Dhe korupcioni në sferët e larta, unë për them dhe një herë, nuk jemi në teprim akoma, dhe më thënë, nuk jemi në situatën kur është tepru. Jemi shumë largë. Edhe kur të burgos gjatë, thotë. Është tepru në raport me provat, jo në raport me numrin. Atëre ikim nga ky moment, ne do të presim vendimin proceset që do të e shpallë ndeshme, kolegji. është tepru. Kolegji si quhet i bashkuar? Kolegjet e bashkuara do ta shpallin atë. Janë disa Dhe ne avokatë, kolegji administrativ, civil, sa po të shpallet ajo, ne do të diskutojmë përsëri. Se këtë punë Jeshtë kemi. bindur, fakti që ne jemi 5 dhe jemi të 5 pro lehtësimit të arrestit, mendon se ka rezultat tjetër kolegjet e Kemi një çështje tjetër, çështje që mendova unë, se ndoshta nuk është çështje kjo. Po ndonjëherë marrim vendime, bëjmë çështje. Gjërat që i kthejmë në çështje. Veliaj tani, Klodi, Erion Veliaj, paralel me gjyqin e tij, ku akuzohet për disa vepra penale, ka nisur një gjyq me prokurorin e çështjes, Orsidatën. E ka marrë Orsidatën dhe ka hedhur në gjyq. E ka plasë në gjyq aty. Pak se ka drejt për drejt ma. Madje është shumë interesante, sepse Veliaj në gjyqin e vetë nuk shkon fare. Por të gjyqi me Orsidatën, që në fillim aty vete zë vendin dhe këtë quhen gjyq më të rëndësishëm. Vjen nga burgu dhe nuk legjipaten. Sepse në fakt, Tani, që është ky gjyq i çuditshëm? Deri tani kemi dëgjuar që prokurori çon panderin në gjyq. Por jo që i panderit çon prokurorin në gjyq. Së quar, jo. Është gjyq tjetër, s'është kështu, me të pandehur, jo. Jo, po. Ja, Ja ta thotë Klodi, edhe pastaj fta. Atëherë, për ta sqaruar për opinionin publik, bëhet fjalë për dy procese tërësisht të veçuara nga njëri tjetri. Zoti Veliaj po përballet Sigurisht, sigurisht. Po ta sqaroj pra, sepse për ju mund të bëj sens, po se ne flasim Qartë, popullatën, për popullatën. qytetarët s'kam Popullatën, përshtypjen po. është e paqartë. Atëherë, Zoti Veliaj, bashkë me bashorten e tij dhe 28 pandehur të tjerë, përfshirë dhe shoqëri tregtare dhe OJF, janë duke u gjykuar në gjykatën e posaçme për akuzat të rënda si të korrupsionit, pastrimit parave, fshehjes pasurisë e të tjerë. Pra ky është procesi ku Zoti Veliaj është zyrtarisht i pandehur dhe ka filluar shqyrtimi i çështjes në themel, sepse deri para pak javësh ishte në seancë paraprake dhe nëse nuk do të kalonte filtrin e seancës paraprake, kishte disa mundësi, mund të pushojë çështja, mund të kthehej për hetimet më teshme në SPAK ose mund të kalonte në gjykim sikurse ndodhi në rastin konkret. Procesi i cilit ju i referoni, në fakt në këtë proces, pra në procesin e themelit, Zoti Veliaj nuk është paraqitur, ka ndruar disa herë avokat dhe kjo është parë si një përpjekje nga ana e prokurorisë posaçme për të zvarritur procesin ndaj tij. Janë të paktën 4 ose 5 avokat që Zoti Veliaj ka ndryshuar gjatë kësaj kohe dhe sigurisht është një e drejtë e tij ligjore për të bërë ndryshimin e avokatëve, madje ka patur një periudhë që është mbrojtur edhe nga një avokate kryesisht e caktuar nga shteti. Pra është paguar nga taksat tona për të mbrojtur zotin Veliaj. Ndërkohë procesit të cilit ju i referoheni është një proces i natyrës administrative. Zoti Veliaj është drejtuar gjykatës administrative dhe kërkon, pra ka paditur institucionin e presidencës dhe kërkon konkretisht konstatimin e pavlefshmërisë absolute të dekretit të presidentit të Republikës për emërimin e zotit Olsdado si prokuror i Republikës së Shqipërisë. Sepse sipas zotit Veliaj, S'ka shkollë. po më lërë të mbaroj. Mënyra se si e thua, do me thënë, është, ja, se këtu pastaj thua nuk e them tamam. Ja, po se për Veliun kanë thënë. Do ta sqaroj tamam. Që s'ka bërë në me. Tani, zoti Veliaj pretendon që Olsdado, që është njëri nga 2 prokurorët e çështjes, nuk plotësonte kriteret që të emërohej prokuror në kohën që është propozuar dhe më pas dekretuar nga ana e presidentit të Republikës. Tani, për ta sqaruar për opinionin publik, në vitin 2008, kur zoti Olsdado është dekretuar si prokurori i Republikës së Shqipërisë, kishte 2 mënyra se si një jurist mund të bëhej prokuror, pra mund të emërojë prokuror. Klasikja ishte përmes shkollës magjistraturës, pra mbaroi shkollën e magjistraturës dhe menjëherë emëroheshe prokurori i Republikës. Kishte dhe një grup tjetër, të cilët mund vinin nga radhët e juristëve të shquar, ata të cilët kishin mbajtur disa pozicione të caktuara dhe që konsideroheshin, pra për shembull siç ishin këshilltarët ligjor në gjykatën e lartë apo në gjykatën kushtetuese e tjera me radhë, dhe me një mendim pozitiv të Këshillit të Prokurorisë, me propozim të prokurorit të përgjithshëm, bëhej edhe dekretimi nga ana e presidentit të Republikës dhe emëroi prokuror. Zoti Dado nuk vjen nga radhët e shkollës së magjistraturës, por vjen nga kjo kategoria tjetër dhe ka patur një propozim në atë kohë të prokurorit të përgjithshëm
që është dekretuar më pas nga Presidenti i Republikës. Mbaj mend Eugen se të kujtohet në atë kohë, ka patur një debat të madh dhe kthim të disa emrave, sepse Presidenti pretendonte në atë kohë që nuk ishin plotësuar kriteret. Tani, pse zoti Velia paraqitet në këtë proces? Sepse në fakt këtu qëndron gjithë ose më saktë themra e akuzave penale ndaj zotit Velia është këtu. Nëse hipotetikisht marrim të mirëqen faktin që mund të ekzistojë mundësia që gjykata ta konstatojë të pavlefshëm aktin e emërimit të Olzdados, në fakt çfarë sjell kjo? Pasjell problematika tek procesi penal, sepse ka një detaj Procesi Veliajt. Po ja, po ta them unë. Po të rezon edhe gjithë procesit të Olzdados, gjithë... Jo, nuk rezon gjithë proceset. Jo, të lutem, më lër ta mbaroj. Ka lidhje fare. Jo, të lutem, më lër ta mbaroj, Eugen. Jo, them për atë, po pyetjet e më. Po seri tjetër. Po unë nuk kuptoj nga jurisprudenca kaq marrëvesh. Po më lër ta sqaroj Ndaj në u Pra ta thot Klodi. Zonja Lala po e shpjegon, unë po jap informacion. Se po Atëherë. Velia duhet të zonë gjithë. Atëherë, Po jo mos nëse konstatohet pavlefshmëria absolute, nëse ndodhë, se ne nuk mund ta paregjykojmë vendimin e gjykatës. Po. Ne nuk e dim fare cila do të jetë vendimarrja e Azerballiut. Por nëse ndodhë, ka një detaj tek çështja e zotit Veliaj. Procedimi penal ndaj shtetasit Erion Veliaj është regjistruar nga një prokuror i vetëm, konkretisht prokurori posaçëm Olzdado. Më pas, pjesë e grupit të hetimit është bërë edhe drejtuesi i prokurorisë së kohës, pra në kohën që ishte, sepse tani është ish drejtues, zoti Dumani. Problemi është që në momentin, pra nëse ndodh hipotetikisht, që rrëzohet Olzdado, edhe pse në këndvështrimin tim është shumë e vështirë që kjo të ndodhë, sepse fakti që ka patur një propozim të prokurorit të përgjithshëm, një dekretim nga ana e Presidentit të Republikës, ai ka kaluar procesin e vettingut, më pas ka shkuar në KLP dhe ka kaluar të gjithë filtrat për të bërë për të emëruar prokurorisë posaçme, do thotë që këta institucionet vetëm nëse kanë qenë verbra ta kenë lënë të shkojë deri atje, por gjithsesi, atëherë çfarë bën Erion Veliaj? Me këtë dokumentin e gjykatës në dorë, me këtë vendimin, i kërkon gjykatës posaçme thotë pavlefshmërinë e gjitha akteve që nga regjistrimi i procedimit penal dhe pavlefshmëria absolute e gjitha akteve mund të cënojë ndjeshëm akuzën, ndoshta nuk e rrezon tërësisht, sepse ka dhe akte të tjera të cilat janë firmosur nga një prokuror tjetër, legitimiteti i cilit nuk vihet në diskutim, siç është rasti është zoti Dumani, por në momentin që janë akte të firmosura nga ky prokuror, aty më pas mund të ketë problematika, sepse nëse ndodh që ka pavlefshmëri, mund të lëkundet akuza dhe themeli i saj. Pra kjo është gjithë gjëja, prandaj zoti Veliaj sot e ka fokusin më shumë tek procesi me Presidentin e Republikës dhe që aty më pas kishte problematika sepse edhe padian vetvete kishte pasaktësi dhe u kërkua nga gjykata, ju la kohë zotit Velia dhe avokatit tij të bënte rregullimet e padis, por thelbi i gjës është që nëse Erion Velia do t'ja dalë të rrëzoj prokurorin, kjo i vlen më shumë se sa të përballet me gjykatën. Prandaj shikon të rëndësishëm. Tani, a duhet në një vend normal që i pandehurit vinë sallën e gjyqit dhe të përballet për sa kohë Erion Velia e bërtet me të madhe që është i pafajshëm? Patjetër, fakti që Erion Velia i ndryshon ditë pas dite avokat, kjo është haptazi e qartë që është një strategji e tij për ta zvarritur këtë proces. Dhe normalisht, po nga ana tjetër nuk e as që thua juridikisht, sepse thotë unë kam të drejtë të ndroj avokat, sepse shikoj si më të mirën e mundshme për interesin tim, për mbrojtjen time efektive e tjera me radhë. Kështu që në këtë aspekt është duke shfrytzuar çdo mundësi ligjore për interesin e tij dhe për të bërë po bën të pamundur për të rrëzuar akuzën. Avokat se ti ke qenë prokuror, ky pa shkollë është Olzdado? Jo, më jo është me shkollë. Me shkollë Janë kriteret të cilat janë paskachuar në ndryshimet e ligjit të vitit 2007. Arsimin përkat se ka ky një. E pare punës do të fillojmë çik më ai ka qenë noter. Se kjo është, domethënë mos e banalizo, të lutem se nuk është korrekte. Unë nuk po të kërkoj po i them a ka arsim. Ore tjetri thot del dhe s'ka arsim, thotë tani është propagandë. Edukim. Është propagandë. Po këtë më mirë the, tani unë kam të drejtë. Olzdado është jurist. Ka qenë noter. Të shkojmë te elementi pa. Bëj emisionin tani drejtaj. Unë po i them avokatit, i cili ka qenë prokuror. Është një ekspert dhe po i them, a ka arsim për katës zotëria? Ka thot. Tani nuk besoj në fjalën time zoti Rakipi, se unë ta thash që Olzdado është jurist. Po se ti, po ka qenë prokuror, buri botës tani që ke aty? Ka qenë prokuror, po them. Jo, mund t'ja ke parë diplomën, mund t'ja falenderit. Pra i ka aftësitë të gjitha prokurorit, sepse nëse Olzdado, për mua për shembull, aq sa kuptoj unë, është pa shkollë, prokuror pa shkollë preç, dhe i pa aftë, siç pretendon Veliaj, kjo do të ishte gjë e mirë për Veliun.
kur nuk është mirë prokurori. Nuk ka gjë më të mirë se kjo. Parimi. Dhe se ky kështu fiton. Kur Po shqyqy që i pa hapë se... ere pare që të gjojnë që i pandehur kërkon prokuror sa më të kualifikuar. Dhe kjo më habit shumë. Da e ngrita unë këtë si qërë, kuptoj? Nuk po e kuptoj një... Parimi parë. Ka vite që është emëruar... Nuk po kuptoj një... Se si e do ka i të kualifikuar këtë tani, se kualifikuar është rezik, më burë. Nuk po e kuptoj. E para, do të flasim në parimi janë. Çdo i pandehur në Republikën e Shqipërisë duhet kuptoj që përpall ti ka prokurorinë e Republikës dhe ka kushtetutën, nuk ka as Eugenin, as Yllin, as Handin. Dhe çdo person që përfaqëson prokurorinë dhe është i emëruar prokuror, është përfaqësues i organit akuzës së shtetit. Dhe duke qenë se është përfaqësues i organit akuzës së shtetit, nuk mund të hyjmë në element të kështu e thot kushtetuta ande. Kushtetuta e thot, po. Dhe koncepti madje ka qenë personal. Heq elementin personal nga angazhimi. Do heq elementin personal patjetër. Po jo, në momentin e saktuar do heq elementin personal, se çdo prokuror i Republikës Shqipërisë kur hyn në sallën e gjyqit nuk përfaqëson as inatin e babait të tij, po përfaqëson akuzën e shtetit. Ky është parimi i shkruar. Tashi, a ka të çmendur? Ka të çmendur patjetër. Prandaj ka dhe masa disiplinore, se po të ishin tërë të mirë, nuk do kish masë disiplinore. Për këtë arsye, e pare punës në parim të përgjithshëm, të nxisësh të pandehurit të shohin që prokurori është apo jo në detyrë, është apo jo i emëruar sipas ligjit, është problem komplet personal që nuk të çon asgjë kundi në strategji mbrojtje. E para, e dyta, fakti që dekreti presidentit Republikës ka kaluar në shumë filtra të tjerë që përmendi zonja Lala, filtra kushtetues, të cilët kanë detyrimin si KLP-ja, si KPA-ja, si KPK-ja, e fillonin verifikimin që nga kriteret e emërimit të personit, do të thotë që këto filtra e kanë mundësinë e pasjes asaj që quhet pavlefshmëri absolute apo relative. Dhe pavlefshmëria duhet të ngrihet që në momentin që ti e kupton që ka ndodhur, jo kur të bie halli në kurriz. Dhe tjetra, pavlefshmëritë në bazë të kodit procedurës administrative dhe në bazë të rregullave ligjore shqiptare, kanë afatet e caktuara ku mund të ngrihen. Parashkruhet vrasja, nuk u parashkruhet e një emërimi i tillë. E para dhe e dyta, dhe më kryesorja, fakti që ti mund të realizosh një proces dhe thuaj që po kam krijuar pavlefshmërinë absolute të personit, nuk do të thotë që mund të bëjnë nul veprimet e tij. E rëndësishme është sipas ligjit, prokurori kur është duke e kryer veprime, tjetë i emëruar me ligj, tjetë i përcaktuar në ligj. Dhe fryma e kodit procedurës penale që tenton mbrojtja e rastit konkret ta parashkruaj sikur mund të fitoj pavlefshmëri të akteve të kryera të hetimit, është që në rast se ky është prokuror i emëruar pa ligj, do thotë që kur ka bërë detyrë, kur ka bërë veprime procedurale ndaj meje, ka qenë prokuror. Nuk është kështu, ai ka qenë prokuror. Fryma e kodit procedurës penale nënkupton që një prokuror mund të kryejë veprime të pavlefshme në rast se kryen për shembull prokurori i Tiranës për prokurorinë e Elbasanit. Ai quhet i emëruar në territor tjetër, po jo se një prokuror ka kaluar dekretin e presidentit, ka kaluar të tërë filtrat kushtetues dhe tash ti ta diskutosh je apo si je prokuror. Më duket një luftë me mullinë të erës. Po një pyetje mund të ta bëj. Patjetër. Kur një çështje hetohet nga dy prokurorë, si ndajnë detyrat? Po, mund t'i ndajnë me një plan pune. Mund t'i ndajnë me një plan pune. Si kuptohet aty që këtë ka hetuar, njëri këtë ditë, ai akuza është e firmosur nga të dy. Përgjithsisht grupet ai dalin zot të dy. Përgjithsisht grupet e hetimit i dalin zot të dy. Është vendim unanim. Në kuptimin që vjen dakord të dy për një konkluzion dhe firmosin të dy. Rastin konkret për zotin Velia kanë qenë dy prokurorë. Edhe Dado ka qenë dhe... Po ky është një element shtesë, unë po të them edhe sikur të ketë qenë një prokuror. Jo, po e them kështu për ta ditur. Ai ndajnë ato? A mund të ndahen? Zoti Zogaj, kodi procedurës penale thotë të kesh kriteret e emërimit prokuror. Dhe fakti që ti ke një dekret, ke një element tjetër. I dëgjova dhe mund bëjmë komente pastaj, po them kur hetojnë të dy, a mund të ndahen ato, mund të ndahet akuza... Po jo, se të rasti konkret ka nisur si prokurori vetëm dhe është... Pra bia jo që ta zem Dado është emëruar në kundërshtim me kriteret dhe kjo e bën vulnerabël, po them përkundrejt. Hajde ta diskutojmë, ta hedhim në treg për diskutim. Po akuza bie duke pas domanin aty. Ka si bie se kemi dy prokurorë. Pusha tani ti si e kupton hallin e Veliajt që kërkon patjetër që prokurorit jetë sa më i kualifikuar, sa më i shkolluar, gjitha këto dhe çall ka ky tani.
Tani Jenë rezone timet ky, jo, tha prokurori, avokati? Jam në sens të kundërt me mënyrën ironike si e shtronti pyetje. Në të shkuptim, unë them... Ka asnjë pyetje të gabuar. Asnjëherë. Ka Jo. përgjigje të gabuar. Pa dushim. Përgjigjja mund tjetë. Tu jem 100% dakord që pyetje të gabuar s'ka. Po, pyetja mund të jetë influencuese. Dhe prandaj unë... Sigurisht, po unë qëllimisht po e Po pse të mos jetë? po e provokoj pak. Po duhet jetë, po unë i pëlqej. provokoj kjo. Tani, se i bie do thot njeri, ky po shko të merr një tender, se tha mirë let lirohet dhe Balluku, po mbron dhe Veliajn tani. Po Balluku shkoj të kapi jep në do tender PPP. tani se është në detyrë. Problemi kush është? Problemi është unë them që Velia është drejt të ne vetë, si njeri që rrezikon burg, të zgjedhi opsionin e një mbrojtje destruktive. Pra, të shkallmoj gjithçka për Bashkojmë dhe unë me ty. për Nuk e mos... vlerëson askush atë gjë. Pra, si duan. kur ja njoh të drejtën Berishës të bëj me Irena Gjokën. 40 emra thotë bën këtë bën. Ti ka lënë gjë pa thënë Irena Gjoka. Njeriu që rrezikon burgun bën gjithçka. Po, Irena Gjoka dhe ky tani dalin. Kështu që sikur të lëvizi një themel Veliaj, nesër unë s'besoj se gjykata do marrë këtë vendim, se edhe Klodi me Eugenin e shpeguan, po sikur edhe ta vërë në pikpyetje procesin e vet, Veliaj këtu fiton dhe po bën lojën e vet. Tani, Jolsi Dado si person, por po t'isha unë Veliaj, prokurorin e Spakut që merret me çështjen e tij, unë do shkoja se Jolsi Dado është dhe ke vend ku e puth mball. Ka dhe vend mballë, Do shkoja ta puthja mball. Ai ka bërë nder Erion Veliajt. Pra, ai e ka akuzuar Erion Veliaj për gjëra kot. për gjën më minimale që Erion Veliaj Duhet ta akuzonte vërtet për gjëra të vërteta të rëndësishme thotë. A kupton? Do me thënë, të kërkosh teqësh njeri që të ka bërë nder këtu pasaj hym në kuadrin e absurdit. Por si shkret të ka harruar këto gjëra thotë ti. Se këtu kënë ka i pa vërtet ky që s'ka ka për gjërat e vërteta. Nuk e ka me Olsin, se Olsi E qartë. dosja që i ka rënë, Spaku si organizëm e ka falur Erion Veliajn, e pesdëzet inceneratorit. Pra, e ka parë... Si pyetja ime e bërë, poshtë edhe përgjigjen shumë. Natyrisht. Poshtë se pyetja. Natyrisht. Kështu që... E tha në mënyrë të kamufluar që të mos përballet me akuza edhe me sulme. Më duket shumë hapur kjo. Do me thënë... Hapur se kaq nuk ka. Po ta thot njeri që Erion Veliaj nuk do ta shofi ka i qeli, po të bëj një qelieve të çantë poshtë rënojave teatrit, aty doja ta shikoja. Por, ama, ky ka bërë nder. Nderi ka. Ke marr lek se ke dhoni leje ndërtimi dhe ka marr gruaja i sponsorizim. Po ndoshta për këtë i thotë s'ka arsim. Njeriu strategji për të quajtur mungesë objektivitetit prokurorit në vlerësim, për ta quajtur në Strasburg. Njeriu i mafjes 5D-s. Njeriu që me lekët e 5D-s ka vjedh votat e Tiranës. Njeriu inceneratorit, po merret me fustanet e Ajolës. Kaq është dosja Olsi Dados. Por nga një herë Vetëm ky sipas ka filluar hetimet fare thotë. Ka disa raste që atë që më shiron më shumë, ai ta fut thikën i pari. Dhe ndoshta kjo është fabula që po ndodh në këtë rast. Preçtësie. Megjithatë, mbetet ajo që thatë ju është një formë strategjie për vazhdimin e gjykimit. Jo, aty ka drejt ai. Nesër vetëm një pyetje proshti në Strasburg, thua kam një konflikt personal me prokurorin, pa t'jep të drejtë Strasburgu. Ka që ati është si strategji. Strasburgu na është bërë si një... Më kejse si... Edhe në qela, kush? Strasburgu. Strasburgu t'ishte bërë shumë ku ma gjemë, se nuk e duan Strasburgu. Do njëri që do i pandehur, jo vetëm Veliaj, po kush do tjetër, ka drejtën e vetë, kontestoj akuzën, me thamë. Prokurorin me thamë, ato këtu nuk ka asë një lloj diskutimi, bile të bëjë edhe strategjinë më destruktive të mundshme. Njëri e pak zërin se... Të bëjë edhe strategjinë është pjesë, dhe me thënë, e lojës në këtë fushën e drejtësisë. Po unë do thosha këtë që për shkak edhe të funksioni që vazhdon të mbaj, zoti Veliaj, i cili është kryetari i bashkisë, dhe për shkak të ambicieve që besoj si vazhdon t'i ketë për të vazhduar në politikë, sa ko që e vazhdon në betejë, e rëndësishme
për rastin e tij dhe për rastin ngjashme dhe për publikun është që ta shohin akuzën të shqyrtohet në gjykatë. Sepse në thelb gjithçka mblidhet tek akuza, ora çka ka bë ky? Ka bë vepër penale apo nuk ka bërë? Dakor, prokurori është pa shkollë, është i paaft, një ashtu tjetër, në fund të është një akuzë. Dhe pyetja dhe përgjigja themelore janë këto dyja, domethënë që çfarë ka bërë? Ka bërë apo s'ka bërë vepër penale? A kjo pikpamje? Ai ka bërë Veliu. Veliu pra, a ka bërë apo dhe prandaj unë them. Veliu s'vetë të gjyqit i fare, mo vetëm të gjyqi Olçit. Kjo është i kërkosh moral. Jo, s'është. Pa i këtë mënyrë ka gjetur Berlusconi, kryeministri i Italisë, të ka bërë. Nuk thoshe je pa shkollë, gjykatësat e prokurorët komuniste kanë me mu, thoshte. Nuk merrej me krimet që akuzoi. U dënuaj. Nuk merrej me krimet. U dënua sa tha të vërtetën ai. Nuk them se të merret ai, po nëse, sepse është në funksion. Sepse kështu bëhet bindës çdo i pandehur për publikun. Kur ti shkon Ai ka zgjedhur Ziton. Ka zgjedhur tjetër për të bërë bindës. Ziton ai që mua po mbëjnë komplot. Ziton. E ka të gabuar. Po këtë ka zgjedhur. Gjithmonë ziton ai që ka vetdijen se ka bërë shkelje, ai që ka vetdijen që nuk ka shkelje, ai që ka bindjen që është i pafajshëm, nxiton ta heq qafët këtë gjë. Nxiton të shkojë përpara publikut, se publiku s'po gjë këtu. Tu shef, avokatër që flasin, prokuror tek tuk, betejën s'po shef njëri. Edhe ne flasim rajm ujnë havan shpesh herë. Unë, kushdo si unë, do që t'i shohë në arenë palet. Dhe aty kërë dhe bindje, dhe këti pasë në në qafë kotë. Pse të themë unë sot? Pse të themë sot unë kotë? Si ka në në qafë, a si ka në në qafë. Këtu palet, se cila thot vetën. Pro akuza këtej, mbrojtja këtej. Ore ati i duhet ajo tani dhe i ka drejt a bëjt qatë doj tani. Bëjt qatë doj. Elie ka drejt bëjt qatë doj për në Strasburga ku i duhet. Duhet, mendoj unë, për shkak funksionit. A është që sharaka kjo, a është e sakt, pas ta është gjështë që Ore, ka të drejt të bëjt qatë doj. Ora i e ka zjedhur me kujtes rrugën e vetë. Ka të drejt bëjt qëfar doj. Në temi tani për atë. Brenda kufirit procedurial. Ka të drejt bëjt qatë doj dhe a ishe drejt e ti. Në procesin kur është i pandeu. Por tani kjo Olçi, jo vetëm që ka shkollën, thotë. Zoti Rakipi, duke lidhur përgjigjen e zotit Zogaj me pyetjen retorike dhe naive të zotit Rakipi, zgjidhja më e mirë do ishte që të shkosh në sallën e gjyqit dhe thuash, zoti Rakipi është me 4 klasë shkollë, prandaj ma ka bërë akuzën 1, 2, 3, 4 gabim. Ti nuk shko në sallë gjyqit të argumentosh akuzën pse është bërë gabim edhe në tërë këto element. Tu mund të kishim një lidhje organike të fakti që unë jam apo si jam prokuror dhe ti çfarë akuze më ke ngritur mua. Por kur s'ke këto dy lidhje organike, nuk është pafundësisht dhe pa kufi mënyra jote e mbrojtjes. Mënyra jote e mbrojtjes në një proces penal është brenda atij procesi penal. Brenda atij procesi penal ti mund ndërtosh të gjitha elementet, mund gënjesh, mund të mos deklarosh, i ke të tërë elementet tu. Zgjodhi një mënyrë për të vënë në sulme prokurorët. Me të drejtë, pa të drejtë, hajde ta diskutojmë. Jo, s'kemi që diskutojmë të tani. Të vi në sallën e gjyqit e të përballet dhe në fund fare është e drejta vet, por ama një zyrtar publik do duhet vinte në sallën e gjyqit dhe të përballet me ato 13 akuza. Po pra, kur është në detyr. Po ai në një gjyq vete? Bravo. Në një gjyq vete me Olçin po. Jo, nuk është për qeshur Bushat. Me Olçin ky vete. I cili është votuar me qytetarë shqiptar. Po pse në të gjitha gjyqet do vej ai vete në gjyqin me Olçin? Jo, të lutem, zoti Rakipi, për te ironisë. Një gjyq do vej. Unë e kuptoj mënyrën tënde, po për te ironisë, një zyrtar i lartë, i cili ka marrë votat e qytetarëve Tiranës për t'i qeverisur. Do duhet të vijë aty dhe nëse vërtet pretendoj që është i pafajshëm, t'i heq njollën vetes së vet. Erion Velia ka zgjedhur një strategji komplet ndryshe dhe strategjia është të bëj propagandë për të relativizuar punën e prokurorisë dhe për të goditur integritetin e një prokurori të caktuar. Nuk ka rëndësi cili është emri, unë s'merrem fare me emrin e prokurorit. Nëse institucionet kanë gabuar dhe ka kaluar 10 filtra zoti Dado në 18 vjet, është fa institucioneve të shkojnë ata përgjithësi që kanë bërë një gjë. Është e kaluar edhe ligjërisht është e kaluar, por ta marrin pras edhe sikur hipotetikisht ta marrin mirë qenë që institucionet kanë gabuar, jemi përpara një fakti. Erion Veliaj, të drejta ose të gabuara, ka 13 akuza penale mbi supe dhe duhet vi vetëm për moral përballë qytetarëve që kanë votuar, të vi dhe të përballet me akuzat. Pra këtu duhet të ndalemi. Pastaj Bushati thot e kanë falur. Patjetër, ne kemi thënë, e kemi bërtitur këtu me të madhe, besoj kemi rënë dhe dakord me Bushatin që inceneratorët janë drituar nga grupi strukturuar kriminal me bekim shtetëror e tjera me radhë 5D apo ashtu. Ne
mendoj modestisht, mund ta inkurajojmë prokurorin të jetoj ose ta kritikojmë që si ka jetuar, por kjo nuk e shbën faktin që Erion Velia e ka 13 akuza mbi supe. Qartë. Dhe ai është tani po përpiqet të mbrohet në këtë mënyrë dhe është drejta e tij. Si mendoni, më shkruajnë nga që ky është nga Durrësi dhe ka jo vetëm juridikun thotë shkollën e gjitha, avokat më thonë e ka, por Tjetër që e ka. Nuk thonë që s'ka diplom. po, jo i ka shkollën e gjitha, po vjen dhe nga familje juristësh. Babai ka qenë jurist në radhën e gjitha. Juriste. Po s'ka lidhje. Po tani këta kupton çka kaosi do bëhet në Republikën e zonja Shqipërisë. se harova Në rast se çdo i pandehur që ka përballë një prokuror, fillon e thot ti të kam komshi, ti ke folur kështu, ti ke parashu. Prandaj ka një aureol që e paracakton kushtetuta. Por Irena Gjoka dhe ky tani do përfiten shtetit. gjatë gjithë kohës, do vazhdojnë të përfiten Irena Gjoka dhe këta tani me. Dhe ajo është skandaloze, dhe ai lloj sulmi skandaloze. Jo, prit s'ka. Jo, Nuk personale. Dëgjoj, nuk duhet standarde një lloj. Nuk duhem vënë në një peshore. Sa i ne. duam Ato 7 ndryshme spakur. peshore si ve, po. Mund të vjen te Irena Nuk ka Gjoka, ndonjë- është flagrante ajo që është bërë. Këtu janë vetëm ato të Veliajt, supozimet. Pra nuk vjen në një peshore O zotëri, unë këtë gruan nuk e një fare, kam parë vetëm fotografinë e saj e dita. Tani në Greqi, po të shkonje, në gjithë vitet që kemi qenë, dendurisht edhe ti. Kjo është morale, zoti Rakipi. Të gjithë Është njerëzit, absolutisht një morale. Gjina ajo punë fare. Dhe më e morale. Është morale, Po, kam ikur unë me pasaport Gjithë njerëzit falso, kanë patur- po nuk kam gënyer në formular të Ty e di si të thoshin? Nuk shkoj ke kriminalizim. Andis, një gjithë të tillë të thoshin ty. Po nuk ka rëndësi Po veta t'ishe, deklarante s'ka dhe rëndësi. ishte në Dhe rregull. prandaj nuk shkoj te dekriminalizimi. Fakti që e ka fshehur e ka bërë përsëritje. këta njerëz, Dhe moralisht ajo s'mund të rri zoti Rakipi. Moralisht s'mund të rri, juridikisht mund të jetë parashkruar. Okej. Si mendoni se do të rezultojmë te ky proces tonë ju? Po ne e dhamë qëndrimin të zoti Tado. Procesi është një precedent i rrezikshëm që nuk mund sulmohet personalisht përfaqësues të shtetit në kuptimin në rast se ata nuk kanë deformuar prova, nuk kanë falsifikuar prova, nuk kanë shtuar akuzën Personal. Ti drejtohesh një gjykatet shtetit me një ankesë që mund të rrëzohet së sulm personal. Jo për këtë, jo vetëm për këtë, them në parim. Në qoftë se Olsi Dado i ka bërë gabim gjitha gjërat, në shkallën tjetër ti fiton, kështu e ka bota. Nuk është vetëm Në vendin tjetër gjitha, po jo. Kjo është me qëllim. Kjo është e qëllim të dhe dijen tani qëllimin. Por ai ka të drejtë të bëjë strategjinë e vet. Ore, patjetër Mundi të thuash se po pa drejtë bëj. A është qesharake kjo strategji? Çështje tjetër. Jo, po tjetë gjykata është mbi gjitha, a merr shqyrtim gjykata në një çështje që ka të bëjë me Tani unë kam edhe një filtrave ka. Po janë gjykata vetë ato. Një minutë, avokat, është do me gjykatës kushtetuese. Unë kam edhe një kisha kam gjykuar. Kam skaletuar dhe një pikë tjetër, preç. Vërtet. Ta bëjt më se bëjt, si është ajo që Lëre fare. Ta bëjmë këtë pjesë Smart City. Ju e dini, ju jeni... Mos na thua disa gjëra ti ç'është kjo. Drejtuesi. A ka zhvillim akoma? Se ka kontekst kjo tani? Apo është lënë? Do me thënë Smart City të nderuar të shikues është që do bëhet gjithë Shqipëria Big Brother. Jo Big Brother vërtetore. Jo, nuk është vetëm ky problemi. Do vjen kamera gjithandej dhe është ideja ç'është kjo tani? Ata ti futen. Vendoseni ata. Po vendoseni pra se doni të Unë japun mendoj që urdhër. kjo çështje është shumë e rëndësishme se sa ato që ne diskutuam më herët. Kjo është Qeveria shqiptare ka lidhur një kontratë me qeverinë e Emirateve të Bashkuara Arabe dhe i ka dhënë të drejtë një kompanie, Pressing AI, e cila është pjesë e grupit G42 me bazë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Arabëve thuaj këtë G42 këto popullata nuk nuk mban mend. Po jo, po t'i sqaroj sepse nuk është kaq e thjeshtë. Kjo kompani është përballur me akuza për lidhje me qeverinë kineze dhe shkelje të drejtave të njerëzit. Do me thënë këta i do vënë kamerat e ne janë lidhur me Kinën. Po, ka dyshime, pra është përballur me akuza nga... Me Kinën kemi qenë para Amerikës gjithmonë. Po mos e relativizojmë se shumë e rëndësishme. Po, vazhdoj. Tani, kjo kompani merr përsipër që të instaloj kamera inteligjente në rrugët e Shqipërisë, në hapësirat publike, por çfarë është më shqetësuese edhe në shkollat e mesme. Pak ditë më parë, Ministria e Arsimit dhe Drejtoria e Arsimit ju ka dërguar një email shkollave që të presin specialistët për të parë nga afër sistemin e kamerave që mund të kenë shkollat ekzistues ose mundësinë për vënien e kamerave inteligjente. Unë personalisht në kuadër të asaj që njihet si siguria kombëtare, lufta kundër krimit organizuar, rasteve të korrupsionit e tjera me radhë,
patjetër që mendoj që pamjet filmike të kamerave të sigurisë, nëse administrohen si duhen, janë të domosdoshme për kryen e hetimeve. Në rastin konkret, projekti i cili në mënyrë të pakuptim nga 60 milion dolar është dyfishuar dhe ka vajtur 18.5 milion dolar pas një shpjegim dhe as një transparencë nga qeveria shqiptare, pikpyetjen më të madhe që ka të bëj me administrimin e të dhënave. Pra ne sot nuk kemi transparencë nga qeveria shqiptare, nga Ministria e Brendshme dhe nga Policia e Shtetit, kush do t'i administrojë të dhënat e fëmijëve tanë. Pra nesër në 20 shkolla, sepse projekti pilot... Pra ti po thua kemi mundësin për abuzimin me dënat? Absolutisht që po, sepse kompania është një kompanie e cila ka një alarm të shtuar nga organizma të besueshëm ndërkombëtar, nga Shtetet e Bashkuara dhe nga vende të tjera. A kemi jetime nga SPAK për këtë problem? Jo, pra jo, sepse ndaj po të them që kjo çështje po kaloi si një çështje banale dhe jo e qartë për opinionin publik. Ne kemi një marrëveshje. Sa është investimi? Investimi ka qenë 60 milion fillimisht në mënyrë të pa precedente, të pa transparencë. Qeveria ka dyfishuar, e ka quar gati 120 milion dolar. Problemi më shumë se sa parat në rastin konkret, mua personalisht si prindë dhe si qytetari këtij vendi më shqetëson fakti. Pamjet e fëmijës tim, të fëmijës tuaj, të nipit tuaj, të mbesës tuaj, nga kush do të administrohen? Kush do t'i marrë këto të dhëna? Si do të përdoren këto të dhëna? Kush është kjo kompani që do të operojë në Shqipëri? Si do t'jetë marrëveshja, pra cilat janë teknikalitetet dhe modalitetet e kësaj marrëveshje me qeverinë shqiptare, me Ministrinë e Brendshme? Kush e ka bërë këtë kontratë? Është një kontratë e lidhur në atë kohë nga Ministri i Brendshëm zoti Taulant Palla, që nuk e firmosë. Po, tha, Julian Odaj. Ka se nuk u pranua publikisht, u largua nga detyra për shkak se ju kërkua të firmosej kjo marrëveshje. Gjithë problemi është jo tek instalimi disa kamerave inteligjente. Problemi është kush e administron të dhënat e qytetarëve shqiptar. Dhe çështja është që ka në Britaninë e Madhe, ju e dini, keni shkuar disa herë, ka qindra kamera sigurie të instaluara në rrugë, po ka një jo vetëm rregullat të qarta, por ka një transparencë për opinionin publik se si përdoren këto të dhëna, si administrohen këto të dhëna. E kupton? Problemi është që ne e bëjmë, është i qartë ligji dhe i qartë institucioni që e administron. Po në Angli do të bet kjo se s'beno ti zonjë tani, po këtu... Spakun të bënë Amerika, të tjetërën të bënë Kina. Që ti administroj një kompani që ne nuk e dim kush është. Jemi okej. Që është e panjohur, që ka lidhje të dyshimta, pra ka dyshimet forta për lidhje të dyshimta. Dhe problemi është që nuk ka pasur as konsultim me prindrit. Pra sot që flasim, 20 shkolla që u kanë trokitur ekspertët në derë dhe kanë kërkuar të shohin nga afër të gjithë këtë projekt dhe të shikojnë gjithë infrastrukturën e shkollave, nuk është në bordi të prindërve, që do jenë kaq kamera sigurie, do jenë me këtë rezolucion, do jenë me video, por mund të kenë edhe audio, pra të dëgjohen bisedat, ku do të përdoren këto të dhëna, nëse ka një rast të një sheri, të një debati, të një ngjarje në shkollë, si administrohet kjo e dhënë? Pra rreziku kryesor këtu është abuzimi me dhënat personale. Abuzimi me dhënat personale të sidomos qytetarëve. Me të miturit. Dhe ky është shqetësimi më i madh që ne duhet të ngrejmë. Dhe këtu duhet të ketë nevojë. Klodi për të dhënat e. Po mirë, nëse ne duhet ta Jo, jemi dakord. Unë dhe ti po e bëjmë shqetësim se na shqetëson kjo gjë. Po unë po të them tani popullatës, po përpiqem t'i them. Meqense Bashkia e Tiranës i ka kontratat për ruajtjen e sigurisë së kopshteve, qerdhave dhe shkollave, të shohin si janë administruar ato, si funksionojnë këto kontratat më pashme, këto sulvejimet më pashme, Komisioneri për mbrojtjen e të dhënave personale si ka vepruar, a kemi lishmëri, a kemi proporcionalitet, a kemi element të mirë përcaktuar se kur ruhen, sa ruhen dhe si do ruhen këto të dhëna, dhe pasaj le të vazhdojmë të bëjnë tenderin, le të përcaktohen të gjithë elementet ligjor dhe të thuhet, po, informimi i qytetarëve është bërë për këtë arsye dhe do kesh kamera këtu dhe atje për këtë arsye. Kufizimin e kohës së ruajtjes së dhënave, sa do të vazhdo dhëna? 1 vit, 2 vjet, 1 muaj, 2 muaj, përcaktoj gjitha sigurinë e përpunimit të këtyre dhënave dhe siguria nënkupton që ti t'jesh transparent për mënyrën se si do e trajtosh dhe kur ti do ta marrësh këtë të dhënë, duhet t'jesh shumë i saktë dhe i mirë përcaktuar pse po e merr këtë të dhënë. Në Shqipëri ti ke policët me radar, se ligji policisë shtetit nuk ta ka rregulluar. Me radar, me kamerë, pa kamera, ta kërcet aty dhe nuk dihet ku shkon pamja. Janë të gjithë element të cilat Komisioneri për mbrojtjen e të dhënave
personale duhet të reagoj. Po çpresim ne nga komisioneri për ruajtjen e dënave personale. E nisin 20 shkolla që Kur janë fëmijët institucione shtetërore ty të dalin dosje sekrete nga prokurorit, ty të dalin dosje sekrete nga tërë institucionet, s'po të dalën të dhënat e do t'i mbrojë komisioneri për mbrojtjen e dënave personale, ky është elementi i raportit, siguri dhe të drejtat njeriut. Është një proporcion i cili duhet zgjidhur saktësisht dhe që t'jetë një ekuilibër i sakt duhet i mirë përcaktuar në ligj. Me fjalë që çkeni se jam unë këtu dhe do e rregulloj, nuk ka. Në ligj duke u shkruar rregullon këtë raport mes sigurisë dhe lirisë individit. Bushat kupton gjeti, si Big Brother i madh po bëhet, apo Big Brother jemi ne edhe ferme e kafshëve që është kjo bëhet. Po, ndoshta dhe meritojmë, ose ferme jemi ne kështu e madhe, preç. këto gjëra kështu pa transparencë Si dalin këto. bëhen vetëm në regjime autoritariste. Unë po shifja pak ditë pari reportazh francez në Shenzhen të Kinës. Është një qytet, është përballë Hong Kongut diku, janë zhdukur vjedhjet dhe krimi i vogël. Pikërisht se gjithçka është përqendruar evakuar me kamera. Por mungon liria dhe është ajo që tha Eugeni, pra raporti fragjil midis lirisë dhe sigurisë është një gjë që regjimet autoritare zgjidhin shpejt. Thonë siguria dhe në djallë vaft liria. Problemi i dytë me këtë, po i ky dyti nuk është i rëndësishëm se këta çdo punë që bëjnë e bëjnë për të vjedhur. Pra, projekti u dyfishua rrugës në mënyrë fare absurde, dhe problemi tretë është, i cili lidhet çik me të parën, është prapë ky çështja e sigurisë. Do me thënë, ti ke një intervistë të Arben Ahmetajt, i cili akuzonte direkt që këtu ka lobuar Ergjys Agasi për këtë firmë. Pra, Ergjys Agasi që ka filmu gjysmën e shtetit, edhe që ka rrëmbyer njerëz. Pra, a mund t'i jepet një atu e tillë një bande kriminale, tashmë e ka provuar veten, nuk e ka provuar veten me vendim gjykate, po që kemi pa ato të Arbeni spaku. do marrë tani, se duhet i thoshtë edhe më përpara këto. Është futur në malin e Zvicrës tani dhe i thotë të gjithës, se kjo është ai ishte njeriu i rëndësishëm i shtetit. Është si puna e këtyre gjykatës lartë, që nuk ka rëndësi se kur jep fundi hipokrizisë, ka rëndësi që t'i japësh një ditë. Po dhe mos jap pas vdekjes. Tani s'ka rëndësi fare. Na duhet produkti mirë. çfarë produkt? Dhe e treta, kompania është një kompani e cila është diskutuar në Kongresin Amerikan si kompani, po, ajo që do bëjë projektin, për lidhjet e saj kineze. Qartë. Pra, mirë që bëjmë një projekt të denjë për vende autoritare, por dhe delegojmë në vende jo demokratike. Pra, siguria e humbet disa fish funksionin e vetë. Dhe qytetari nuk është i pamë. Unë kam një shqetësim. Këtu ne nuk bëjmë referendume dhe nuk pysim. Po të pyesësh prindrit, do të jenë rrezik 90% thonë në djallë vaft liriat kemi sigurinë e fëmijëve. Sepse jemi akoma një shoqëri që nuk e vrasim shumë mendjen për dimensionin ton të lirisë. Po, unë jam nga ta që duhet ta ngrej zërin. Paradoksi është që këtu është aq lëmsh ligji sa ta kuptosh. Në rast se çon në gjykat si provë për një person, një audio-video të regjistruar nga oficeri i policisë gjyqësore pa miratimin e prokurorit apo të gjykatës, gjykata ta vlerëson si të pavlefshme. Ama në rast se mbush tërë qytetin me kamera survejuese kolektive, që e në rregull. E kupton ti tash çfarë paradoksi ka ligji? Ikim, po s'kemi preç. Se do jemi si do jesh, po do kesh kohë të thuash për Trumpin dhe për këtë. Thuaj një mendim. Shumë e rëndësishme. Thuaj sa më shpejt preç. Siguria dhe liria nuk janë kontradikt në këtë rast. Ne këtu, nga Klodiana kuptoha që ka një problem me tendrin, mbi dakord nëse kanë ato probleme, se nuk jam informuar. Pra tendri, rritja vlerës, gjitha këto meritojnë. Pjesa tjetër këtu që kurse ka ndonë ngjarjet jashtëzakonshme në shkollat tona, me vrasje, me shpërndarjes droge etj, është diskutuar gjerësisht se ka nevojë për survejim
ti kamerët i ke gjitha rrugët, për çep, Po themi si po shtrojmë ne, kamera preq. kur pa Po pritur flasim për t'ia dorëzojmë të dhënat. çdo Jo, ky është diskutimi. Sot rrugët. Pra nuk po thot njëri të mos Jemi vjen në kamera, lokale që është kush i Ta lëmë përkullon të dhënat. tjetrin, unë e kam thirrur që ky të thot mendimin e vet. Po patjetër, Rrugët thjesht tonë. Po do me, po që se ky kishte mendimin tënd, unë e pyes janë telefon preç, mos ke mendimin e Klodit. Edhe nuk e thëshë fare. Rrugët tona, lokalet tona, gjitha janë kudo, edhe kur ndodhin themi tani. kështu, skena krimesh, filmohen, gjithandaj janë plot me kamerë. Ky është tani një gjendje, është një rutinë, kudo është. Pra nuk ka një gjë të re këtu që ne tani sot të skandalizohemi, se po vjen, këtu është tjetër gjë është puna e temit. Kjo është shkolla, ja u them unë, prindrit do thonë po, jo se zgjedhin sigurinë në vend liri, se liri nuk ka se në kush fëmijëve. Ata flasin që duan, shkojnë ku duan, e tjerë, pra nuk është kjo tema, nuk Me është. leje, ka preç. një- Urdhra. Ja, filloi Se debat. edhe unë them që prindit mendojnë kështu, por në qoftë se ne i themi një prindi që ato kamera do kontrollohen nga i dorë kriminale dhe fëmia jote. Si kush do e kontrolloj shkolla, Po e pa kjo është e keqja, nuk e Jo, pra, dim. Këtë se- nuk e dim se- kush do i se administrojë. e dim ku është fut. Dhe pastaj kufizimi i lirisë be dhe në kod kufizuar Po preç. si duhet kriminalit me pa fëmijët që Jo, mos se mësojnë më shumë, Ashtu jo. pa Për të rrëmbyer një fëmijë dhe për t'i bërë shantazh financiar prindit. Të nderuar Për këtë arsye. për këtë arsye, të nderuar Si jo? shikues Po pra. në zhvillim në proces. Sepse e gjen pa kamerat, Klodi ta thotë më kamera- mirë që kamerat sa Në herë proces. Kamera, zoti Ylli, grupet kriminale se na futemi prapë. në këtë vend. Janë në raporta. Qofse ti kush i don kamerat sepse do të rrëmbej një fëmijë, kamera e filmon, ai tani që s'ka kamera e rrëmben. Jemi pret që Okej është për këtë pjesë, po po thot një gjë tjetër. Te liria thot. Se i di më mirë faktet. Ne jemi tani përballë faktit që grupet kriminale kanë pasur akses mbi kamerat e qyteteve Big dhe Brother kanë vepruar. Big Brother e din Me mirë Shkodër kanë, ekipi edhe Romani që i ka dhënë emrin është kur ta fut, domethënë kamera në shtëpi, kamerat në qytet janë një rutinë gjithë botën e Po qytetit. patjetër, sepse Po nderuar Nuk bien dorë. shikues, kjo ishte Nuk bien dorë kujdo. jemi në limit e mbaruam, ha? Ka qenë debat i madh në Perëndim Se për kemi- të sjell gjobën kemi pjesën tjetër shumë të rëndësishme dhe nuk dim- Jemi i femër në Bushat. Duhet ta sjelli me fotografi për provë apo të prish punë në familje. Kemi pjesën e dytë bushat dhe nuk dim çka Varet për Trumpi tani. Mund të ketë bërë gjë tjetër. Pa e ndryshon pas 2 Po pra orësh. ndryshon, po do të themi ndryshimin nëse e ka Që bërë. s'u mbasim gjë me këtë. Të nderuar të shikues, kjo ishte pjesë e parë, në pjesën e dytë ne do të flasim për luftën në Iran nga shkatrimet e paqja, do të themi edhe pak fjalë sepse duan në Orbanin ta zgjedhin patjetër të zihet edhe ai president i Hungarisë, e kërkon edhe Trumpi dhe Putini e duan e dëshirojnë shumë këtë njeri. Edhe aty do themi disa fjalë dhe Edhe Pekini, madje. edhe Pekini, Edhe po, Trumpi dhe dashurona Moska të gjithë dhe e Pekini. duan, por edhe një përplasje ku një anije ruse ka shkuar në Britani dhe në ndece dhe një situatë ku Anglia ka kërkuar shpjegime për këtë fare shkurt. Dhe që Lada faleminderit shumë. Po prisim komandën Dy që kolegët e tjerë do të rinë, do të afrojnë të tjerë. Fare shkurt publicitet dhe rikthehemi. Shpejt,